estate project with ties to President Trump's family is now fueling a revolution in Albania. Και ακόμα μια φορά χιλιάδες πολίτες στην Αλβανία. The seventh day of protests over a planned luxury resort in Albania. Dure proteste in Albania. Thousands took to the streets of Albania's capital this week. Tausende Menschen demonstrieren in der albanischen Hauptstadt Tirana. Intanto anche l'Unione Europea di Tirana. In Albania, thousands of protesters have demonstrated in the capital Tirana. No cesan las manifestaciones en Albania. Si mundet ne të katandisemi dhe të bëmi pre e ca ignorantëve, e ca delirantëve, e ca sharlatanëve që shkojnë me demek për të mbrojtur mjedisin, çfarë është kjo? Na e tregojnë korrupsionin blogerat që nuk lën para pa mbledhur duke treguar të gjitha anët e trupit që unë i kam tregu pa lek kur isha i ri. Na tregojnë ne tradhtarët, disa analistë e gazetarë që paguen me lek në dorë, nuk deklarojnë pagat e tyre. Shkojnë atje ke Green Coast-i, bëjnë pushime në mes betonit edhe vinë këtej edhe ushqajnë hallin flamengove. Influencerat aty ke si është ajo? Ne kemi patur në projekt të thrasim protestën kombëtare, por nuk e kemi bërë për shkakun e vetëm të protestës përditshme të qytetarëve. Ju kemi dhënë në respekt të tyre, i kemi dhënë përparësi, ndërkohë demokratët, të gjithë ata që kanë dashur protestojnë, kanë shkuar dhe protestuar. Jemi rikthyer të mund tani se gjendja është shumë e rëndë të ndëruar. Të rëshikus bapa shtërngon, sa vjen shtërngon, protesta po shtërngon e të gjitha, nuk jemi rikthyer, po fillojmë tani. Fillojmë emisionin e mbrëmjes sotme, mirëmbrëma të gjithëve, siç që ndoqët nga sinkroni, që ne paraqitëm protesta vijon në Tiranë, vijon edhe në disa rrethe, por dhe në botën, në vendet ku diaspora shqiptare është e pranishme. Ndërkohë kemi reagimet shumëta dhe nga Zoti Edi Rama, Kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Për të kuptuar se ç'po ndodh, diçka të kuptojmë, nëse po ndodh kjo që po ndodh e me kujdes domethënë për ta përcjellë të gjithë. Për të kuptuar diçka më shumë, ne kemi mbledhur disa kolegë këtu në studio, po dhe jashtë saj, dhe të përpiqemi pra të kuptojmë ndonjë gjë. Në studio janë Artan Hoxha, Emir Gjenishi, Batona Xhiu dhe Antona Bilekaj, faleminderit shumë. Ndërkohë në lidhje direkte ne do të kemi Delina Ibrahimaj, Ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit. Delina, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Mirëmbrëma, faleminderit juve për ftesën. Po kështu më pas zonjës Delina, ne do të kemi në një ndërhyrje nëse do mundemi me Arlind Qorin dhe me zotin Fatos Lubonja, cili do të na shpjegojë ishte edhe dije i aty. Fatosi çdo ditë. Çdo ditë, edhe të na shpjegojë ç'u kupton Fatosi aty, sepse ka dhe gjëra që nuk kuptojmë. Ndoshta edhe nga që ne jemi dhe bres me i vonuar Baton. Jemi matrise Fatosi mu. Jo, po thrit në ata djetë. Jeni brezi që ndryshon sistemin, ju nuk jeni aq vonuar. Një pjesë nuk e kuptoni, një pjesë jo e vogël, ti poshtë frisin çështja i plaku aty, zbriteni poshtë. Presin ata, të gjithë kudo. Tani, çfarë po ndodh sot në Shqipëri? Si keni kuptuar ju protestat që kanë shpërthyer, është një protestë që lidhet kryesisht me projektin në Zvërnec. Apo është një protestë e gjerë e pakënaqësisë? Por unë mendoj që në fillim ne të flasim diçka për protesta vazhdon sot, është dita e 9 dhe vijon. Ndërkohë unë besoj dhe është më mirë si mendoni ju ta bëjmë edhe kështu me votë, nëse mund të Delina Ibrahimaj, ndoshta duhet të shpjegoj diçka për projektin. Ne kemi folur vazhdimisht për të, në qoftë se e kemi zonjën Delina, po,
Zotin Ibrahimaj, unë duhet të pyes ju së pari se ju jeni një ekspert e ekonomisë dhe ç'është mendimi juaj për projektin? Se për shembull shumë dëgjojmë, shumë flasim të gjithë pjesëdhënuesit e atyre që unë sres këtu e mbështesin këtë projekt. Mbështesin projektin, çdo projekt në Shqipëri, çdo investim me para shumë është një gjë shumë e mirë. Por ndërkohë ka dhe shpërthime të ndryshme, ka dilema, ka kundërshtime, ka plot gjëra si thuash. Dhe ndërkohë, sot për shembull nxorën një letër, kryeministri thotë nuk kemi akoma projekt, por ndërkohë sot nxorën një material ku thoshin që ja ky është projekti që e ka bërë zoti Edi Rama. Diçka për projektin. Ç'është ky sipas jush? Më mbroma edhe një herë, në radhë parë dua t'ju përgëzoj për mënyrën demokratike se doni ta bëni kalimin e fjalës me ngritje dore. Jo, tham, një të filloj zonja Projekti në fakt është ajo që ne kemi thënë që nuk kryet herës. Pra, ne na është prezantuar në Këshillin Kombëtar të Territorit dhe Ujit një projekt i cili nuk është miratuar, pasi nuk plotësonte kushtet dhe kriteret që ne kishim për zhvillimin e saj zone. Që do të thotë konkretisht na u prezantua një projekt i cili kishte një intensitet shumë të lartë, një projekt i cili prekte lagunën. Pra, për këto arsye ne e refuzuam, projekti erdhi përsëri dhe përsëri ne kemi dhënë një miratim të pjesshëm për rrethim dhe për shtrim disa rrugësh provizore të cilat do t'i lejojnë të gjithë atyre studiuesve që të bëjnë një studim mjedisor të saktë, i cili pastaj do të sjellë një rezultat për një projekt i cili do të jetë i miratuar, i diskutuar sipas gjithë standardeve që ne kemi. Pra, zonja ministre, ne nuk kemi aktualisht një projekt të firmosur. Ne nuk kemi një projekt firmosur, kemi një projekt të dorëzuar, i cili është kthyer mbrapsht. Është kthyer mbrapsht për të përmirësuar. Qëllimi për të përmirësuar, pa diskutim. Qëllimi ynë është ne të kemi një zhvillim të qëndrueshëm. Pa dyshim, të gjitha këto jemi dakord gjithë. Por ndërkohë si vinë 4 miliardë euro? 4 miliardë euro është një vlerë e cila është vlera e projektit të parë të dorëzuar. Do më thënë vullneti investitorëve për të investuar në atë zonë ka vlerën 4 miliardë euro. Tani, 4 miliardë euro janë një vlerë e konsiderueshme, janë rreth 15% e GDP-s, pra është një vlerë e madhe që vjen në vend, investohet në vend, dhe nuk mund të anashkalohet, sepse nuk është një vlerë e cila jo vetë hynë në GDP vetëm në sektorin e turizmit, por nga sipas gjithë studimeve ndërkombëtare, po edhe studimeve që ne kemi bërë për ekonominë shqiptare, efekti multiplikator i një investimi në turizëm është çdo një lek investuar në turizëm jep 1.8 lek në ekonomi, efekt zinxhir në bujqësi, në tregti, në transport. Pra është një efekt i cili në kohë shumë të shpejt, me një shpejtësi të madhe, jep një gati dyfishim të vlerës së investimit. Dhe kjo përkthehet në vende pune të qëndrueshme, por edhe vende pune të përkohshme, të cilat do të punësohen me qëllim realizimin e projektit. Pra, bëhet fjalë për rreth 20.000 vende pune të përkohshme, njerëz që do të angazhohen në ndërtimin e këtij projektit, por edhe rreth 10.000 vende pune të cilat do të jenë permanente, duke marrë parasysh që vendet e punës nuk zhvillohen vetëm në vendin ku zhvillohet projekti, por zhvillohen në të gjithë zonat përreth, sepasi është një ekosistem i tërë që do të punojë për të shërbyer këtij projekti madhor. Tani, përveç kësaj, është shumë e rëndësishme edhe të kuptohet që një investim i një standardi të tillë, ku janë të angazhuar arkitekt me famë botërore, ku janë të angazhuar studiues të nivelit të lartë, ku që tani janë të paracaktuara kontrata hotelesh
vetëm prej vendndodhjes, dhe dua të theksoj këty, vetëm prej natyrës që është atje në dispozicion, pra asnjë interes nuk kanë as investitorët që ta shkatrojnë natyrën, sepse natyra është vlera e shtuar që ka ky projekt, dhe natyra është arsye pse ata po vinë aty. Atlantis e këtu. Janë disa hotele, brende hotelesh, të cilët kanë dhënë disponibilitetin për të investuar dhe për të ardhur. Jo këtu, se po diskutojmë këtu tani, lutem. Të cilat krijojnë një standard, dhe standardi ka të bëjë me cilësinë e ndërtimit, ka të bëjë me cilësinë e shërbimit, ka të bëjë me cilësinë e arsimimit që personat që do të punojnë në këtë projekt duhet të kenë. Pra, janë standarde të cilat do të zbatohen në këtë projekt, por janë standarde që do të impaktojnë dhe të gjithë zhvillimet e mëtejshme në vend. Unë duhet të ndalem pak tek çfarë ka ndodhur në Maltëzi. Unë e di që keni dëgjuar kryeministrin të flas për Porto Montenegron, që është pa diskutim një projekt elitar turistik në Maltëzi, por ajo që nuk është thënë shpesh është që pas investimit në Porto Montenegro janë dhe 2 investime të tjera ndërkombëtare me vlerë të lartë rreth 1.1 miliard euro që janë afruar në Maltëzi pasi në Maltëzi filloi zbatimi i projektit të Porto Montenegros. Dhe është pikërisht kjo që ne presim të ndodhë në Shqipëri në momentin që vjen një investim i një niveli kaq të lartë, pasi diskutim që suksesi i këtij projekti vetëm një ndryrje. Ja të lutem, jemi shumë okay. Ju morët një shembull që është fëmijë ynë dhe mirë bet. Folet në fillim për portin e jateve në Montenegro. E drejt, shumë. Ato para i solli dikush, kishe një fond 180 milion euro, unë e di mirë këtë probleme hapa para disa ditësh këtu. 180 milion euro dhe Ilir Meta ishe iniciatori kësaj gjë, e cili shkoi me vrap në zyrën e doktor Berishës dhe i tha që duhet të bëjmë këtë te Rana e Edhur në Lezhë, jo në Durrës, që thotë Rama apo të Vlorë Kubërtasin gazetarët që s'dinë çfarë thonë. Tani, te Rana e Edhur do vinin ato para, gjithë do bëjnë, ndoshta do bëjnë gjë shumë e mirë siç është bërë atje. Ndërkohë doktori okej tha Ilir, gjithë dhe pastaj pas 2 javësh i tha Ilir, lare nuk banet kjo punë. Dhe nuk u bë, Iliri telefonoi Gjukanovićin dhe parat shkuan atje. Kjo është e para dhe ju keni drejt. Ato para mund të ishin te Rana e Edhur dhe kishe një zhvillim shumë të mirë. E dyta unë nuk e kuptoj shumë mirë se ju thoni për një investim të Shtëpia e Mbretit dhe te fshati, si quhet ai, si harova. Montenegro. Në Shën Stefan. Aty nuk është bërë, zonja ministre, asnjë ndryshim, asnjë majgjilpe. Jo, po unë kaloj, ti lutem. Për Lustika Bej. Ku është Lustika Bej? Tani duhet të shoh vendodhjen, po nuk është në... Jo, flitet, gjithë Britma është nga për Shën Stefani deri afër një hoteli aty. Montenegro, që është edhe porti jahteve, është sport, më është sport, nuk janë hotele, është sport. Jo, po përmendet vazhdimisht kjo. Drejt ministra kur përthet Lustika Bej, se është ndërtu një mranda... O s'kemi gjë të ndërtuar, aty ku flitet që ka ndryrë Amani, që është një brend, si që është Hiltoni, si që Sheraton, si që janë të tjerë... Zveti Stefan... Dhe Zveti Stefan do hapet në datën 1 qershor, do hapet edhe për popullatën. U hap tani, se u pengua disa vjet nga qeveria pro-serbe që erdhi, me idenë që nuk po lejoj popullit të hyjnë për plazhe, por ndërkohë, aty, zonja ministre, nuk është investuar asnjë majë gjilpere. Te ky vend, nëse flitet për këtë. Pra është Shtëpia e Mbretëreshës, se para Shtëpia e Mbretit dhe fshati. Dhe asnjë majë gjilpere në atë vend. Në qofë se ka tjetër më falë. Ajo zonë museale se i kala e Beratit. është një zonë, është një projekt i cili quhet Lustika Bej, i cili ka tërhequr një vlerë investimi prej 1.1 miliard eurosh. Ke qenë aty në Lustika Bej? Unë nuk kam qenë, janë analizat dhe studime që kam parë. Jo, është vetëm 1 kilometër nga Sveti Stefani, është një gji i jashtëzakonshëm. Është një gji i jashtëzakonshëm me rër të kuqe dhe aty ka qenë shtëpia ose shtëpia e Titos. Dhe pastaj është zgjeru me Amanin dhe është një prej zonave më të bukura dhe më të investuara në Malzi. Gati gji është privat, me një park të jashtëzakonshëm. Paka shumë më...
Dhe investimi tjetër... Se që është një hotel tjetër që të shojnë me kaike me varë. E di. është një tjetër investim, një brandi one and only, që ka ardhur dhe... Meset mos e zgjatim aty. Zoja Ministre, ajo është tutje. Në opinionin tua, ju jeni një ekspert ekonomist dhe bërë përshkrim mjaft të qartë dhe ne nuk besoj që ne në njëri nga ne këtu e kundër investimit. Nuk ishte, jo, kasusi që dohet bëja nuk ishte vetëm investimin në Porto Montenegro. Por, duhet të them që me investimin në Porto Montenegro, kredibiliteti Malit të Zi u rrit dhe investitorët të tjerë erdhën duke shtuar akoma më shumë vlerën e investimit. Që ku kanë filluar këto investime, në Mal të Zi janë trefishuar të ardhurat për frym, është trefishuar GDP-ja. Janë rritur pagat edhe ato me më shumë se sa 3 herë. Pra, të gjithë treguesit ekonomik të Malit të Zi janë zhvilluar për shkak të këtyre 3 investimeve madhore të lidhura me turizmin. Tani, dhe ajo që duhet të them është që mungesa e investimit në një projekt të tillë, largimi i një investitori i cili për më tepër është duke investuar në një pronë private, është një reklame keqe për Shqipërinë, sigurisht. Dhe është një lajmërim që investitorët të tjerë do ta mendojnë 2 herë para se të vinë në Shqipëri. Jemi okay. Tani, ne jemi në një situatë në të cilën po vrapojmë për të përmbushur të gjithë standardet dhe kriteret që Bashkimi Evropian ka vendosur. Me qëllim që ne të kemi akses pra të hymë në Bashkimin Evropian dhe neve të kemi një konvergjencë rreth drejt të ardhurave të Bashkimit Evropian. Të ardhura për frym të qytetarëve evropian. Jemi okay. Tani, kjo konvergjencë nuk mund të arrijet pak të lloj investimesh. Që tash po të qartësojmë, unë padyshim jam për një investim tillë, një investim që shtrihet brenda natyrës, e ka shijen brenda natyrës dhe jep Shqipërisë vlerë të shtuar edhe për investime të ardhshme, jo vetëm për atë. Ajo që unë kam problem ta kuptoj është protesta. Po, do kalojmë aty? Jo, po... Tani do kalojmë? Jo, po projektin... Po, sepse ministra është një eksperte dhe unë i bëra pyetjen e parë në këtë qëllim. Sa rrezikohet natyra, aty nuk ja bëjmë dot? Jo, pyetja ime është konkrete, pikërisht për këtë ndërtim. Ju mendoni seriozisht që protesta është për Zvërnecin? Për arsye se esenca e gjithë kësaj që po ndodh në rrugë nuk është për projektin. Spaku nga e kam një përvojë të protestave, e di kur fillon një diçka. Dhe unë mendoj që shqetësimi është veç indicje, është vetëm shkëndi. Problemi është dikun tjetër. Unë nuk pyetja ime është ju mbranda qeverisë dhe ju si ministre, a e kuptoni që Zvërneci nuk është arsye, po është vetëm shkak. Atë që kemi parë ditët e fundit, nga personat që marrin mikrofonat dhe flasin, pa diskutim që është evidente që një pjesë e madhe atyre që duan të drejtojnë protestën nuk janë të shqetësuar as për zhvillimin ekonomik të vendit dhe as për realizimin e këtij projekti. Kanë qëllimet e tyre. Të cilat janë? Kjo është evidente, të cilat janë e din ata që dalin të protestojnë. Unë ditë flas për qëllimet tona dhe për vullnetin tonë. Dhe unë dhe gjithë anëtarët e qeverisë e çelim dhe ngrysim ditën duke punuar për secili në fushën e vet, për të përmbushur standardet e Bashkimit Evropian. Unë personalisht për të krijuar hapësirë për të nxitur zhvillimin ekonomik, por sigurisht një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. Në fillim protesta u duk sikur ishte për Zvërnecën dhe pa diskutim që ne jetojmë në një vend demokratik ku protestat janë të lira për të zhvilluar, secili qytetar ka të drejtën e vet të shprehë mendimin e vet. Unë besoj që për sa i përket projektit që ishte pika që e inicioi protestën, ne kemi qenë shumë të qartë, kemi shpjeguar shumë qartë se ne nuk kemi akoma një projekt në dorë dhe pa diskutim që projekti që ne do të miratojmë do të jetë brenda gjithë standardeve të Bashkimit Evropian, sepse ne jemi duke përmbushur kriteret në kuadër të kapitullit 27, që është kapitulli që merret me mjedisin. Dhe mbi të gjitha që
projekti në momentin që do të vi, do të na vi në tryezë, do të konsultohet gjërësisht Zonja Ministre, a ka ta ndërpresi se u bë polik shumë. Nga ajo ditë, deri në ditën e 9 të protestës, kemi dëgjuar kërkesa dhe pretendime të ndryshme nga ajo që ishte në fillim. Pa diskutim që unë e mirëkuptoj shumë fillimin e kësaj proteste, pasi edhe unë si qytetare, por edhe si antare qeverisë, isha indinjuar kur pash pamjet e dhunës, kur pash rrethimin e Bregdetit, pa diskutim që janë pamjet të cilat çdo njërin prej nesh do indinjonte, mbase mungesa e informacionit për projektin që do të zhvillohej, apo për iden që do të zhvillohej, nxitja akoma më shumë qytetarët, do në mirë kuptojnë, por sigurisht që ka marrë disa përmasa sot, të cilat nuk janë thjesht dhe ngushtësisht të lidhura me projektin. Unë para disa ditësh isha në një tryezë tjetër, në një studio, ku pash dhe një vrojtim që ishte bërë, një sondazh, i cili tregonte që më shumë se 50% e shqiptarëve janë pro zhvillimit të këtij projekti. Në qartë, po ai lloj sondazhi e di unë, zonja ministre. A mund në bëjmë ne jemi e di pse ta them unë këtë, ne të gjithë jemi këtu, po ai lloj sondazhi që bëhet nga një njeri bën gjithmonë një gjë që e nxjerr 50% ose minus 50% kur i duhet. Ne jemi me këtë. Ne jemi me pro projektit, që jemi realist. Ka një problem. Pro projektin parim jemi për çdo projekt jemi okay. Por, siç e kemi thënë këtu dhe javën që shkoi, duhet të ketë ca kritere. Unë jam pro projekt fare aty. Sot unë jam fare. Ai projekt duhet bëhet aty. Fare. Për mua s'duhet bëhet. Okej, po ka diversive është kjo. Mirë se këto janë shije, po flasim për një deklaratë. Shije të gjithat. Zëdhënësi i Komisionit Evropian sot, i cili ka thënë projekti i Zvërnecit rrezikon të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kapitulli 27. Kapitulli 27. Që lidhet me mjedisin. Po, ka qëndrim zyrtar. Duhet të zbatoj direktivat për shpendet, habitatet, kapitulli 27 që nuk janë pajtueshme. Unë do t'ju kujtoj në fakt që përveç kapitullit 27 dhe më besoni kur ju them se përmbushja e kritereve për mbylljen e negociatave është prioritet numër 1 për këtë qeveri. Ne jemi nënshkruese të disa konventave ndërkombëtare, pra nuk fillojnë kriteret e mjedisore të zbatuara në vend me kapitullin 27. Përveç kësaj duhet të kujtoj që Shqipëria ka një ndër sipërfaqet më të mëdha në rajon në zonave të mbrojtura. Është rreth 27% e sipërfaqes së vendit, e cila është zonë e mbrojtur. Zonja ministre, ato i mbron Zotin qiell, se për të mbrojtur ne ka marrë shumë ato zonë. Nëse do mundem. I mbron Zotin qiell. Mund shkojë. Edhe një ndryrje zonë ministre mund shkojë. Problemi është çfarë do bënë BE këta. Deklarata e Mersie. Ka qenë gjatë. Edhe një herë, lutem. Agjencinë kombëtare të zonave të mbrojtura që merret specifikisht me këtë çështje. Me Bashkimin Evropian një projekt. A kemi një përgjigje, thotë zonja ministre Abilekaj për Bashkimin Evropian? A e keni pa çfarë ka thënë, a e keni lexuar? Çdo ti thoshit ju. Çfarë ka thënë? Unë mendoj që përpara se të kuptojmë nëse projekti i shkel apo jo standardet e kërkuara nga kapitulli 27, duhet kemi një projekt përpara. Duhet kemi një projekt përpara që ka disa standarde të cilat ne do të kujdesemi t'i respektojmë në çdo hap të procesit të Një pyetje gjinishit, zonja ministre? Nuk mund të shprehemi për shkelje standardesh kur nuk kemi akoma një projekt. Pa informuar e Mersie. Dakor. Zonja ministre, ju vazhdoni të ndjekni të njëjtën linjë që ndjek kryeministri i Shqipërisë, flisni përgjithsisht dhe nuk flisni asnjëherë për gjëra konkrete. Që të qëndrojmë edhe ne në të njëjtën linjë aq sa mundemi. Ne nuk jemi kundër investimeve. Lutem. Ta respektojmë sepse ajo nuk vjen këtu. Jo, s'ka lidhje. Përfaqësues e protestës e qeverisë. Okej. Nëse duhet nga qeveria. Më dëgjopak. Okej. Lutem. Nëse duhet ta bëjmë një kompliment, ta bëjmë sepse jeni nga të paktet ministra që dilnin ndonjëherë në media dhe i thoni diçka shqiptarëve dhe për këtë meritoni kompliment. Megjithatë unë duhet të them dy gjëra që më bëri përshtypje. E para, ju thatë që projekti është refuzuar, projekti po flasim për Zvërnecin, ndërkohë që kemi një leje për rrethim për çështje studimore. M'fal, po për çfarë duhet të rrethohet një habitat, një ambient për çështje studimore? Kush do t'i ndalojë ato njerëz? Kush do t'i sulmojë studiuesit? Tjetër.
Kjo është e para. E dyta, ju thatë ta mbaroj, që të lem të flasi zonja. E dyta, vazhdoj ti mbetem asaj që tha zoti Abileka. Komisioni Evropian ka ngritur dy shqetësime. E para, lutem, pa ta mbaroj. Pse? Sepse edhe ministri do ketë kënd kufizuar. Po patjetër, unë pyetje po bëj. Okej. E para, Komisioni Evropian ka bërë dy ankesa. E para lidhet me ligjin për investitorët strategjik, cilët komisioni deklaron që ju nuk jeni diskutuar fare me komisionin për miratimin e këtij ligji. Dhe ky ligj është ligji më i poshtër që është bërë në Shqipëri, këtë do ta lejoj vetes, sepse keni dhënë leje për investitor strategjik ose status të investitorit strategjik njerëz që kanë rrogë buxhitare. S'kan asnjë të ardhur. Mos kalojmë në emra se nuk bën. Nuk jemi kundër investimeve. Nuk jemi kundër investimeve, po flasim që po abuzohet me investimet. E treta, ajo që tha zoti Abilekaj. Dy pra them. Dyta është kjo. Ligji për zonat e mbrojtura. Ju e keni ndryshuar ligjin për zonat e mbrojtura e zonjë. Dhe kjo prek direkt kapitull 27 negociata e cili ka të bëjë me mjedisin. Nuk është historia që në zona tilla si Laguna ju mund të ndërtoni sepse do respektoni mjedisin dhe rregullat. Nuk ka asnjë respekt. Aty në qoftë se ndërtohet, shkatërrohet habitati. Po të përmend, është shkatëruar Laguna e Kunës. Për 2-3 barake që janë ndërtuar atje, nuk janë ndërtuar betone, 2-3 barake janë ndërtuar prej Drurit në Kunë, në Laguna e Kunës. Në Vajin. Në Vajin, është shkatëruar, nuk ka. Afër Shëngjinit. Tre çereku i shpendve që kanë pasardhur nuk vinë më. Se ne vëmë në një atje që jam drejt e diella. Tani, nuk është shkatruar. Tash ti shkon në herë, unë shkoj gjithë vitin se gjuj peshk atje. Unë po them është shkatru. Ka specie pa fund që nuk vinë. Po që nuk vinë, sepse është i problem. Këto specie duhen qetësi për ne vinë. Dhe e fundit. Ministra. Jo po e fundit po bëre 6 pyetje dhe vetëm Zonja ministre, e fundit fare. Vetëm këtu më burr se na mbeti protesta. Ka të bëjë me këtë, lutem. Ju flisni për investime dhe për rolin që do kenë këto investime në ekonominë shqiptare dhe ne jemi dakord. Ligji për investime strategjike është miratuar në 2015. Ju lutem si ministre ekonomisë më thoni sa investitorë tuaj kanë ardhur, sa vende pune janë hapur. Qartë. Zonja ministre. Atëherë, nga të parë, pra dy janë elementet që ngritët, ligji investimeve strategjike dhe ligji për zonat e mbrojtura. Edhe pse duaj leje, edhe pse duaj rrethim për Zvërnecin, ndërkohë që po bërit vetëm studime. Po s'ka tani po më prish emisionin. Ja një sekond. Zonja ministre, më prish emisionin. Nuk të prish. Nëse nuk futem tani thot njeriu që unë prezantova, më ikën aeroplani. Do ikën në aeroport. Tani pitova pyetjet. Po ti the 2 pyetje dhe bëret 8 pyetje. Do të prish emisionin tani. Prishje. Ti përgjigjem shumë shkurt. Po përgjigjem. Dakor. Thuaj zot Lubonja për 5 minuta do futet, Rozhan. Në negociatat që neve kemi me Bashkimin Evropian, është i kalendarizuar për të miratuar këtë vit. Pra, ne këtë vit do të kemi një ligj të ri për investimet, i cili do të bashkojë 3 ligjet e ndryshme që janë aktualisht në fuqi për investimet, përfshirë ligjin për investimet strategjike. Ne shumë shpejt do të bëjmë publik draftin e ligjit për investimet, i cili do të diskutohet pa diskutim me Bashkimin Evropian dhe do të miratohet si çdo ligj tjetër që është në procesin e integrimit, pra në procesin e parafrimit të direktivave, vetëm pasi të ketë marrë no objection nga Bashkimi Evropian. Jemi duke punuar për ligjin dhe besoj që brenda muajit qershor neve do të kemi variantin e parë për të nisur konsultimin publik, pasi siç thash duhet të jetë miratuar në parlament brenda këtij viti. Sa i takon aludimet që bët për sa i përket investimeve strategjike të cilat jepen personave të cilat janë rrogtar, unë nuk di për kë investime e keni fjalën dhe nuk jemi këtu për të diskutuar raste hipotetike. Unë nuk di të ketë persona që nuk janë Gazmen Paja është investitor strategjik, ka marrë statusin e investitorit strategjik? Që se do emra pra. Investime strategjike, të cilat janë të miratuara, janë investime të cilat pa diskutim i kanë dhënë një vlerë të shtuar në turizëm, por edhe në sektorë të tjerë
vendit dhe një nga arsyet pse ekonomia rritet janë dhe investimet private që janë duke u kryer, të cilat janë të nxitura edhe nga legjislacioni në fuqi për investime strategjike. Zonja Ibrahimi. Kjo është pjesa e parë. Që lidhet me zonat e mbrojtura, unë duhet të kujtoj që ligji zonat e mbrojtura është miratuar. Ligji zonat e mbrojtura ka shkuar dhe në gjykatë kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese e ka lënë në fuqi, pra shkallët e legjislacionit shqiptar, ai ligj i ka kaluar, pavarësisht se mund të jetë kontestuar. Kjo është ajo që do të them unë, dhe ajo tjetër që do të them është për të gjithë kapitujt ne kemi marrë angazhim që brenda vitit 2027 neve do të parafrojmë legjislacionin me direktivat europiane dhe mos keni asnjë dyshim për këtë, sepse çdo ligj nuk kalon në parlament pa marrë okejin e Bashkimit Evropian dhe angazhimi jonë kryesor është që Shqipërinë ta çojmë në Bashkimin Evropian dhe të plotësojmë të gjitha kushtet të cilat na lejojnë që neve t'i hapim rrugës antarësimit të Shqipërisë. Zonja Ministre, të falenderoj për ndërhyrjen tuaj. Faleminderit juve. Lexojeni deklaratën e Komisionit Evropian. Delegacionit të Bashkimit Evropian Shqipëri nuk ka të bëj me Zvernecin. Është një metaforë që përdorë për diçka tjetër, por ishte dashur ta lexoni kur keni ardhur. Me Lubojin të lutem sa më parë. Zonja Ministre, të falenderoj. Gjithsesi, lexojeni thotë, do ta lexojmë edhe ne një herë, lexojeni edhe një herë. Ka të bëjmë atë pjesë fare, nuk ka të bëj. Nuk ka të bëj me fare. Zonja Ministre duhet rinde i të ballafaqoheshin pak më gjatë. Ajo thatë vetëm. Po ministra ka vetëm për Zvernecin. Po për Zvernecin flasim. Po i tha pra. Po si tha, po Zvernecin tonë. Ajo i tha, ne s'tam. Po të mi këtë tjetër, kemi emision. Po mi më jepi Lubojës dhe vazhdojmë. A është e mundur tani me lidhja me Lubojin? Një minutë do një në dispozicion. Atëre pyetja që ne kemi, para se të na ju Lubojja, po e fillon njeri prej jush, ju e ndoqët të deri tani protesta është dita e 9. Cilat janë shqetësimet që po artikulohen sot në protestë më së shumti? Ka shumë të rinj? Pse protestojnë ata? Unë s'do kështa filluar se më ndërprejet, se është shumë serioze, le të hynë patos Lubonja, pastaj bisedojmë. Atëherë da bëjmë shkurt? Po shkurt e derisa të ndryja i, sepse... Nëse është, sepse të marim masa tjera, e kupton? Protestat përcjellin tensionin e realiteteve ekstreme që ndodhet në Shqipëri. Është një reagim dhe realitetit përjashtues qeverisës, arrogancës qeverisës, mungesës transparencës qeverisës, e cila bashkohet me batonin nuk ka të bëjë me Zvernecin vetvete, pavarësisht aty mori shkëndinjën. Kjo është një qef... Lubonja. Okej, vazhdo. Ti do vazhdosh, pas Lubonjës. Lubonja mi mbrema. Mi mbrema, po nuk dhja më gjone. Ore, atë pranojnë ty ata aty se thonë të vjetër, thonë jeni të vjetër, edhe mua dhe ty dhe... Vetëm të rinj janë apo vinë të gjithë aty? Jo, ka të gjitha shtresat, ka. Sigurisht dominojnë të rinj, por ka shtresa... Cilat, Lubonja, ka një pjesëmarrje mjaft heterogjene, me thënë të drejtën. Po. Sigurisht që pjesa dërmuese janë të rinj të cilët duan të jetojnë sparje, duan të jetojnë jetën e tyre në vendin e tyre. Por ka dhe, kur them heterogjene, ka dhe të tjerë. Çfarë janë shqetësimet që po artikulohen sot dhe më gjerë? Revolucion, për shembull, thuhet. Do më falni se unë me zi dëgjoj, do më thënë edhe, po që se dëgjohem mirë atje, po vazhdoj. Jo, dëgjohesh mirë, vetëm që bëjmë 2-0, po? Atëherë, lidhur me pyetjen tuaj, mendimi im është ky. Ky është vërtet një turmë heterogjene, në kuptimin e shumë gjërave, domethënë duke filluar që nga dallimet besimeve fetare, ndoshta duke nisur nga ato që mund të quhen janë të majtë, janë të djathtë, apo moshë të ndryshme dhe shqetësime ndoshta të ndryshme ose projekte ndryshme deri dëgjon edhe Shqipëri etnike këtu
që del dikush që s'ka lidhje me thelbin e çështjes. Por unë mendoj që ajo që i bashkon të gjithë është, e kam thënë dhe dje këtu në një fjalë që mbajta, është fakti se ajo parrulla Shqipëria nuk është në vjedhje, mund të themi dhe për të grabitur, nuk është pra të gjithë i bashkon një lloj frustrimi që kanë me një vendimarrje ku ata janë të përjashtuar, ku ata që marrin vendimet janë një paketë oligarkësh dhe krimi organizuar të lidhur me qeverinë veçanërisht me Edi Ramën si mënyrë shëndimi e shumicës. Ky është thelbi për mua. I bashkon frustrimi se janë të përjashtuar nga kjo Shqipëri që kanë ndërtuar Edi Rama për oligarkët, me oligarkët, se po flasë dhe unë në zëtë lartë, se sikur t'jem miting shpe, ju kërkoj ndjes, po... Jo, jemi në regull, në regull. Jemi në regull. Po. Mundet Lubojin për të ndryj? Po s'na ndëgjon, nuk ka kuptim këllën. Gjon. Baton? Fatos, ke pas humbur shpresën që opozita dhe modeli politik opozitar mund të arxoj ose mund të bëj ndryshimin e pushtetit dhe rrëzimin e Edi Ramës. Ky model të cilin po e shen rrugë është bukur kaotik, heterogen, siç e the vetë, dhe ky model heterogen a mund të konkretizohet dhe t'ja jap kuptimin protestës. Për arsye se i përmendet disa faktor, por fjalimet të cilat dalin ka një shizofreni brenda. Dhe si mund të kjo shizofreni të mbështjellet në artikulim politik? Po, pyetja është me vend, kjo është një çështje që mendoj se është e rëndësishme dhe që mund të ndërtohet në rrugë, po edhe mund të dështohet. Unë mendoj kështu, që këtu nuk mund të dalë një parti politike e vetme, që të ketë, si më thënë, që një parti politike ka dhe një ideologji, ka dhe një vizion për botën, apo jo, e tjera, e tjera. Kjo është një energji, si shtash, që vjen nga shqiptarë të ndryshëm, të cilët kanë atë që thash shqetësimin kryesor që nuk e duan këtë Shqipëri kështu, si që është ndërtuar me oligarkët, pro oligarkët dhe me krimin që zaptohen që njeriu ndjen rrezikun se nesër mund të shkojnë në shtëpi, ta nxjerrin nga shtëpia dhe ti marrë shtëpinë për një projekt që kanë këta oligarkët. Me këtë identifikohen gjithë. Por pa dyshim që në qoftë se kjo ka qëllim dorëheqjen e qeverisë, pa rrëzimin e kësaj qeverie. Pastaj mund të hap një krizë politike, dhe kriza politike që kjo mund të hap sigurisht do fus në lojë edhe aktorë të tjerë. Këtu mund dalin edhe partitë majta dhe djatha, ndoshta të reja, ndoshta që zëndërshojnë këto partitë e vjetra, ose mundet të kthehen tek një pjesë tek partitë, një pjesë tek partitë e reja opozitare. Kjo është një gjë që është i përket të nesërmes. Sot për sot jemi këtu, që kaosi i tyre, energjia e kaos të tyre, por që është e përqendruar kundër asaj që thash më herët, mundet të shëmbi këtë, të detyrojë qeverinë të japë tërheqje dhe pastaj të krijohet rendi i ri. Një rend tjetër, ndoshta varësisht edhe nga koha që mund zgjatë, sepse një ide që kam unë dhe mund të këtu mund të jetë edhe një laborator i ndërtimit të demokracisë, në kuptimin që këta njerëz fillojnë edhe ndahen, profilizohen me projekte ndryshme, si shtash me projekte partish të reja, dhe në rrugë, në debat për një Shqipëri tjetër mund të ndërtojnë, po themi figurativisht, po them, një kuvend paralel, qoftë se kjo histori do vazhdoj gjatë, dhe kjo mund të jetë bërthama e ndoshta një klasë të re politike që mund të lindi. Unë nuk mendoj që duhet përjashtuar pjesa tjetër, se janë gjithë shqiptarë, por kjo mund të jetë një stimul që do t'i bëhet mendojnë gjithë. Kështu e mendoj. Jo, Fatos, kam edhe një diçka nëse po më dëgjon, unë të njoh gjatë dhe ju e keni mendimin e strukturum, e keni edhe kur keni një qëllim, e keni strukturum dhe
doni shumë detaje për ta sforcuar argumentin. Në mënyrën se si ju pe trajtoni këtë, dhe me thënë është shumë analitike, por nga momenti kur e trajton si analizë, deri te momenti i veprimit don kohë. Dhe koha është problemi kryesor këtu, për arsye se këto protesta kaotike, nëse nuk e kanë, po themi, lider, nuk kanë organizat, nuk kanë programe tjera, ato shuen dhe pastaj forca ose forcimi i pushtetit është më i madh, në këtë rast forcimi i Edi Ramës është më i madh. A sheti këtë rrezik? Shiko, në qoftë se mund të bëjmë një krahasim se kemi parë dhe revolucione në përbot, është një vend që është shumë në për mediat tani, po e përmend atë për të bërë një krahasim, sigurisht duke ruajtur edhe veçantitë shqiptare, po keni parasysh revolucionin iranian. Revolucioni iranian i Khomenit në atë kohë kishte që nga mullahët deri tek marksist-leninistët. Dhe por ama të gjithë kishin një qëllim, të rrëzonin shahun. Rreziku që ndodhi më mbrapa ishte kjo, që ata që dominuan revolucionin e morën pushtetin dhe pastruan tjerë. Fatos, e kam një problem të krahasimi. Revolucioni i atëhershëm iranian, revolucioni i atëhershëm iranian, që ka qenë pashtu heterogen, ka qenë shumë i dhunshëm. Shumë i dhunshëm. Ka pas gjakderdhje. Dhe ka pas gjakderdhje dhe këtu është larga është i dhunshëm. Po. O baton, tani ti merë atë që është esenciale. Unë nuk o them që ky do jetë i dhunshëm. Aha, okej. Dhe të them që ka shumë rryma, kishte shumë rryma dhe pastaj një rrymë vetë në ishte i dhunshëm, por ne e përmbysim. Nuk e paqësori, mund ta përmbysim. Boni dëm protestë. Ju dëgjova që ai ishte i dhunshëm, prandaj e përmbysi. Po pra, po. Tani unë revolucionet nënkuptojnë në rrëzimin e një elite edhe me dhunë. Por ka dhe revolucione që shpërdoren këta që janë pa dhunë, si ai 68-ës, që përmbysin një lloj sistemi në perëndim. Tani këtu unë mendoj se s'bëhet fjalë për dhunë. Po ama një situatë e tillë kërkon përmbysjen e elitës. Përmbysja e elitës, a mund të arrihet apo jo? Është një çështje tjetër. Varet edhe se si do të reagoj qeveria, se ka rëndësi dhe kjo. Sa do ta dëgjojë dhe sa do të përdori dhunë. Ajo mund të sjellë dhunë, mund të sjellë dhunë. Dhe unë mendoj që janë kushtet për të respektuar dhe për të dhënë një dorëheqje. Kemi pyetje tjetër për zot Lyboja? Lot kemi, po s'ka, nuk ka. Jo, ai po përgjigjet normalisht. Edhe një pyetje. Jo, kam fjalën që në qoftë se ne themi që kemi të bëjmë me një qeverisje e cila ka ngjitur tu një pushtet autokratik ose një regjim autokratik. Atëherë si mund të mendohet që ky regjim autokratik të largohet pa dhunë? Me një qëndres paqësore. Si mund ta bëj këtë? Aq më tepër një lider si Rama që nuk e njeh treqen në asnjë sekondë. Dhe si shkondon Beograd që ka 2 vjet. Bileti ka dhe dhunë. Dhe një lëvizje pa leadership. Dhe një protestë pa leadership. Ne s'ka gjë pa leadership, si mund të bëhet kjo pa dhunë, thuhet që kjo është një regjim. Tota Bilegaj. Alo. Nuk e dëgjoj. Si mundet Tota Bilegaj që të rëzohet një regjim pa dhunë kur thuhet që ky është një regjim? Dhe në mënyrë paqësore, se kjo nuk do ndodhë, thotë. Shiko, kjo që po ndodh këtu nuk është dhunë, është paqësore, po është e fortë. Dhe numri flet shumë. Në qoftë të kujtohet, ne kemi provuar një 97-ën. 97-a filloi paqësisht dhe pastaj dhunën e provokoi qeveria më së shumti, Sali Berisha në atë kohë. Që u bë ajo që u bë, po prap nuk ishte një dhunë në kuptimin e vrasjeve masive të njerëzve. Kështu që unë besoj se që atëherë jemi pjekur.
janë pjekur ata që janë pushtet, janë pjekur dhe shqiptarët. Kjo fjala revolucion varet se interpreton, po si që thash, kjo ka kuptimin figurativ, nuk do të thot revolucion baras me dhunë. Në thelbësh revolucion baras me ndryshim kulturor dhe i elitave që kanë prodhuar një kulturë autoritare, një kulturë të vjedhjes, të grabitjes, për të ndërtuar një elitë politike tjetër, për të ndërtuar dhe media tjera me që jemi ne të mediave. Edhe një vend ku njerëzit janë vendimarrës, është shumë ideale, po e mendoj që nuk do arrihet kështu, po ama diçka duhet lëvizin. Asnjëherë ideali mbetet i paarritshëm, por diçka duhet lëvizin së bashku. Shikoj, ideja është kjo, Vados. Ne kemi patur dy raste. Kemi pasur atë që quhet revolucionin e studentëve në 90-ën, ku kishim një regjim komunist të gatshëm për ta lëshuar, mjafton që tranzicioni të bëj paqësor, siç e bëri Ramzelia, sepse kishte frikë dhe e bëri vetë dhe u treguai gatshëm dhe bashkëpunues, dhe kishim një qeveri autokratike si ajo e Berishës, që janë shumë sot me këtë të Ramës, që nuk donte ta lëshonte dhe u detyrua të përdorej dhuna për të larguar. Apo në 97. 97-ën, për pa përplasje të dhunshme, nuk do largohej kur Berisha. Sot jemi në... Dhe pa Amerikanët, shto dhe Amerikanët. Sot, për atë agresivitetin e qeverisë, për ndërtimin e një regjimi personal, gjanë më shumë në 97-ën, se sa me 90-ën. Pra... Kjo i ngjanë, jam dakord që kjo i ngjanë më shumë në 97-ës, se sa në 90-ës, mund të kemi ne tranzicion paqësor në këto kushte apo jo? Sepse unë nuk besoj. Rama ka nisur patronazhisë tani, ka filluar presionin ndaj gjithë administratës për kushërinë. Pse shkon kushëri në protestë? Kanë ardhur denoncimet e para. Domethënë ka filluar presionin ndaj 5 Marsit, mundohet ndikoj. Është e vështirë që të kemi. Nuk dia keni qenë. Po. Nuk dia keni qenë këtu në protestë, po të shikosh këtë lumë këtu njerëzit tani, këtë energji, duket se e bën të mundur edhe atë dhunën, se nga njerë dhuna në nëpërton kur është një pakit dhe përdor dhunën. Po kjo energji, kjo shumicë e madhe, në qoftë se njerëzit bën shumë në këtë lumin që thash, atëherë është presioni i madh edhe psikologjik, edhe ndërkombëtar, edhe është unë paktën kështu do të dëshiroja të ndodhte. Sigurisht që s'doni ju, Rama mund të fillojë gjithë stratagjemat e veta. Po tek e fundit do të shikojmë, është e paparashikueshme, asun vetë të parashikojë se sa do ndodhë. Lubonja e fundit fare, është edhe si batut më shumë të shkoj jeta duke protestuar në vendin ku jetojmë. Fatkeqësi e madhe. Në vend që të merresh me krimtari, të kishin kushtet për ta dashur njëri tjetrin edhe për të shërbyer shtetit. Na kanë detyruar kështu, se kemi pas shtete gjithmonë që qeveri arrogante, qeveri njerëzit që marrin pushtetin dhe shkelin me këmbë tjerë. Edhe detyrimisht njeriu ka ndjenjën e drejtësisë dhe ndjenjën e indinjatës që pastaj motivon e nxjerr këtu dhe nxjerr dhe nga ajo pasioni vet që mund të ketë, qoftë letërsi apo pikturë apo dhe ku di unë sahatçi apo çdo lloj. Është po kështu është shoqëria jonë. Kjo fatkeqësia jonë me politikanë që s'kan dalë do të përtej egos tyre për të parë interesat e gjithëve. Që edhe që s'undojnë me impakis, ka dhe një pyetje të fundit. Ka dhe një pyetje të fundit të Batoni dhe ndajemi. Batos, ne po jetojmë në sisteme autoritare, jo vetëm në Ballkan, po një pjesë të madhe të botës, pse jo edhe në një pjesë të Evropës, në mbrenda Evropës po shkërmoqet ky model. Ky sistem, sigurisht. Si është e mundur që ta ndërtojmë një rrëfim politik, po themi, me ambicie për të rrëzuar pushtetin dhe
kur e shohim se nuk ka një kërcënim politik nga kjo gjenerat që është prapa teje. Unë nuk po shoh që ka një kërcënim politik përveç dhe artikulim politik përveç një paknacije e cila është e mbrëmshme tyre. Tani, se ishte zhurmë shumë e madhe e dëgjohën. Po. Tani, unë besoj se i tha gjërat që këtu ajo që ka mund shqetësimin më të madh është e vërtet që ne kemi një regjim autokratik siç ka dhe në botë. Dhe gjithmonë regjimet autokratike krijojnë atë shtypjen dhe atë ndjenjen kundër tyre. Por ajo që mua më shqetëson më shumë në këtë që bëndot të ky regjimi ynë autokratik është se nuk është po themi një regjim autokratik, autoritar, po përmeni shtetë ma si Kina për shembull, apo si edhe vendet tjera ku gjithsesi ka një ekonomi që zhvillohet, ka universitete, ka elita intelektuale që dalin edhe mund të zhvillohen globalisht. Këtu është problemi shumë i madh. Këtu është krimi që këtu e gjithë ekonomia shqiptare, ose në pjesë më të madhe, si të shohim ne, edhe tek rasti i Zbërnetit, është pastrimi i parave. Ti mund të piskat të krimit. Pra këtu është autokratia, autokrati është i lidhur me pjesën më të keqe të shoqërisë. Dhe s'po zhvillon intelektualët, dhe po zhvillon bashkëpunon me ata. Dhe në këtë rast ky është rreziku më i madh, sepse vërtet një autokrati po e qyn pak e ndritur, apo që zhvillon një ekonomi, zhvillon struktura, fillon liberalizohet pak nga pak, mund të ishte dhe pranueshme duke menduar një popull shqiptar që s'është mësuar me demokracinë. Po këtu ti japësh gjithë vendin dorë krimit, edhe të ndosh me krimin dhe për krimin, edhe për ta oligarkë të lidhur me krimin, kjo është e pafalshme. Se këtu në fund fare, këtu parrulla Shqipëria nuk është në shqitje, unë dje e thash, Shqipëria nuk është për grabitje, se këta po e grabitin, po na grabitin në këtë mënyrë nuk grabitet askush. Në asnjë regjim autokratik nuk lihet populli kaq i grabitur, kaq i ti marrësh ti të gjitha bukuritë natyrore, të gjitha për të dhënë një grupi njerëz. Luboja, faleminderit shumë. Faleminderit, natën e mirë. Tani, jemi ne, do me thënë që kemi për vijimin e emisionit, dhe do të kemi dhe në një ndërhyrje, ndoshta më shumë se një, në një vend ku do stabilizohet dhe nuk do t'jetë aty, kërë njerëzit kalojnë, regjia e bën me shenjë, Rozhani më shumë, bën me shenjë që Qori të gjej një si zyrë, do me thënë, se në qendër është kjo e gjitha, edhe të na flasë nga aty, bëhet bashkë me ne. Tani, kalojmë në një pikë të rëndësishme, them unë. Rama në fillimisht odhi në treg idenë se Shqipëria po sulmohet nga vende që nuk e duan. Jemi në luftë hibride, tha ai, e tjera gjëra. Ndërsa tani duket se është hedhur në edhe vetë në sulm. Me vetëm gjë që nuk është sulmnisi është edhe disa shqetësime reale që janë prezente në vendin ku ne jetojmë. Ç'mendoni ju tani për këtë? Yllet të nisëm me që bëha... Me që s'ke folë. S'pole do të për... Ministre kishte kone cunguar, pas ta ishte Lubonja... Jo, ministre nuk e kishte cunguar. Se Lubonja do ikte. Do ikte diku tani se nuk e ndërim do. Jo, dakor. Te pjesa e... Po kanë ikur 50 minuta veç. Pa tjetër, pra ne po të themu. Këta dy, po. Pra ne po të themu. Te pjesa e ministres si arritë do t'ja bëja saj pyetje, po besoj... Betu e këtu tani. Për emisionit, për e them. Kjo pjesa, kjo projekti MAF, që ka kjo majorancë, që me këto projektet e mëdhaja për zhvillimin e turizmit, që në përmjet zhvillimit të turizmit të rrisi ekonomin kombëtare deri tani. Dhe kjo është një fluskë e madhe. Ja, nuk është. Më falë, të da njësë. Se mendoj unë të debatoj. Po se di se për që po them, prit më lërë të them. Nuk është një fluskë sepse këtu, e di ku është gjithë ideja, dhe gjithë bota po e merë këtë lajmë, si lajmë të madhë, sepse këtu është edhe ndri Trumpit, brapa. Dhe është një para e madhe që... Po do idhet aty. Jam njëri që jam protest, nuk kam lidhe më... Jo, nuk e... Po të them, pse është gënjeshtër? Dhe po të cilë shambull. Unë jam njëri që pa u bërë green costi,
çdo vit flija 5 deri 7 ditë jashtë atje. Ka qenë një barak, po, ka qenë ca lushnjar aty, ata kishin bërë një beach bar. Në darkë, ku thoshëm silli batania dhe flija në 5 tonë. Tani çfarë ndodhi? Pa pritmësi, shikoj unë kamionët edhe ato betonierët e Milos. E njëti, Milo Gjikuri. Po, së mund të lenë si se njifja, Milo. Shikoj Milo. Tani ti thë pëse shkoj aty, se aty ka qenë vëndi ku niseshin gomonet drejt Italis, gomone me klandestin, me drog, me kanabis, me armë, aty ka qenë, të rrugët e bardha. Dhe po e mba mënd, tragedia e 9 janarit e 2004 është nisur aty janë nisë gomonet. Por fatë ata kishin sepse a ishte edhe plazhi madh, të lejonte dhe zbarkim në det, dhe nga krau tjetër, që në kohën e komunizmit dhe kanë qenë disa tunele shumë të mëdhenj që ai kishte bërë për artilerinë e rënd, dhe këta i shfrytëzonin, i fusin gomonet atje, në darkë një foristrat e nxirrte gomonen nga tuneli, hidhen det, se duke qenë deti i thellë i ndihmonte shumë, dhe ajo zonë ishte pak e banuar, pra kjo ishte një nga zonat më të veçanta, më të bukura. Quhej cepi i fundit i Virgjit i Mesdheu. Ta nuk theu të demonstrat. Nuk po bëj kot zanfi. Jo se nga që nuk pa pritmasi, shikoj një tabela atje. Dhe tabela paraqiste një resort turistik, hotel dhe mall. Turizam mos thotë. Për të më kështu ka që tabela se i kam të ruajtur resort. Tabelën, po, dakord më. Tani, më mbrapa çfarë ndodhi? Po i kanë hequr hotelet se ishan Vlorë. Do dielën këtu. Pra isha për atë të po i kanë i hoqën, po. Po se s'mund vësh tela në vine e bregu detit tani. Dhe që ndodh? Pra, pse ja bëra këtë? Sepse që kur u projektua dhe kur na u tha për projektin e Green Coast-it, na tha që duhet resort turistik. Në fakt ai përfundoi në vila private. Në rregull, sot atje janë 540 vila private. E njëjta gjë me Gjirin e Lalzit. Dhe në fund, ylli, vetëm bëhet beton. Në fund, bëri dhe një hotel, po në fund e bëri hotelin. Mbas ishit i vilat, i futi dhe i hotel. Dhe atje tokën Tursheu e karë. Tursheu e kishte. Kur u zgjora Zamiri, doli toka gjyshes Vis Martinit. Prandaj hyri Vis Martini aty. Se ka nënë na dërmiuaj. Po se amba më në konfliktin. Po vajtë zeti disa vjetë. Pra, si u futën këta aty? Se ishte Tursheu. Edhe në palas ishte toka Tursheu. Pra, nga resorti madh që na premtuan, që do punësoshin kaq e aq njerëz, atje përfundoi në vila private. Është një tratje sot, dhe po të dua të vetes vetë dot. Se më thon, ku do vesh? Dhe duhet vija i që është brenda të marri këtu të trau. Pra, kjo që thot ministra, si në pjesën e propagandës, shitet një gjë e madhe, po në fund, në vend të resortit, ne pam vila dhe pam të njëjtët njerëz që ishin te Laguna Blu, që ishin te Gjiri Lalzit. Shkruan te Mero ato, ko thoshte ore, po mirë, keni këtë vilën te Gjiri Lalzit, keni këtë vilën tjetër thoshte Laguna Blu, po atë në Dhërmi, çe doni, se sa ditë në vit do shkoni, se si përdorni dot. Pra, në vend që aty të punësoheshin mira njerëz, se i ke parti Filipinas janë atje. Po Filipinez gjithë. Pra, s'ka nga lumi Vlorës që punojnë atje. Djemtë e lumit Vlorës janë në Ekuador, janë në Anvers, janë duke punuar në për Evropë, me tjetër biznes. Pra, kjo është gjë që do e bëja ministres, to propagandën që do aty do punësojnë. Se u ankua pak edhe kryeministi për betonin e Green Coast-it, po në ko, a i e ka dhe në lejnë. Një sekund tani se nga të 9 ditët, protesta me madhe duke e ditës shtunë baton. Unë bite dhe thash pse, po e di që ndodhi aty. Ne doli hi stadiumi, tifozëria ku që e zjetë gjithë dhe ju. Bojkotuan. Rajnati ju bashko protestës, se këtë duka kështë e gjetur dhe një trajner, që e kanë zbuar nga puna vazhdimisht. Kjo ka qenë kështë e gjetur një trajner, më budolla. Të mërkurën ka qenë. Jo, re të shtunë, po them ndeshje me Luksemburgun. Po për të ishën ndeshje me Izraelin, mërë zëtë. Jo, mori që Izraelin, po them. Gardhin, ku që zinde të gardhin. Të shtunën e bojkotuan tifozët. E bojkotuan dhe hyrë në protestë se a i kështë e gjetur, jam o të mbaroj. Baton se ti. Nuk e kupton se po këtu e bojkotuar. Jam o të mbaroj idenë që a kisha, një minutë më. Po me mora vesh, Po jo pra, s'do të flasim për dukën në ti. Po jo më s'po them për dukën. Ishte e gjetur, ka gjetur një trajner më budolla se veten. Dhe aji na mundi Luksemburgu më o zotëri. Na mundi La Praka. Të mundë. La Praka, a kiti qenë Luksemburga? Po të mundë Luksemburgu. Qenë. Sa La Praka? Kam qenë unë. La Praka komplet. Sa, po jo si. Na mundi La Praka. Sepse edhe të gjithë tifozëria u fut në... Normal.
u fut në mitik Mërbur. Normal. Nga inati doli aty dhe... Ylli ka kohë që nuk vjen stadium, prandaj e ka këtë keq informime. Dëgjojmë për të ta shpjegoj. To trafi la Praka që do vijë në stadium. Bëj la Praka copa. Dëgjoj të ta shpjegoj. Jo para la Prakës, Rafi la Praka tjetër. Tani. Po Izraeli ka ekip o zotrin, nuk është la Prakë Izraeli tani se tani. Po Izraeli nuk stërvitet fare. Ka 3 vjet luft. Tani ditën e mërkur, që ishte prezenca më e madhe, po ta shpjegoj pse. U vu dhe trau, për herë të parë në Bulevard u vu trau. Se po më shkruajnë që po qesharakzoj. Po më dëgjoj pra. O Ylli. S'kan fa unë tani që kishte vend. Po dëgjoj ç'a ndodhi pra, të mërkurën. Izraeli në këtë moment nuk ka asnjë vend evropian. Se bëra gabim tani. Po pra më dëgjoj pra, asnjë vend evropian nuk pranonte të luante me Izraelin. I vetmi vend do ta nxjerrim armik Izraeli. Po prit mor dëgjoj. Këta thonë që e bën Izraeli. Këta pjesë islamike ja do na shpjegoj dhe thonë që e bën Izraeli. Po mi më po merr me dukun, s'u ka me Izraelin, po më dëgjoj tani. Po hiqje se bëra një batutë. Bëra një batutë, kalojmë protestë. Protesta tani, jo po them. Rama të nisa këtë pyetje, Në fillim tha hodhin trek idenë që po sulmohen nga vende që nuk na duan. Grekët, serbët. Izraeli nuk tha? Grekët, serbët, iranianët, fundamentalistët, rusët. Rama është bërë sionist. Ndërsa tani duket që shetur në sulm vetë, nuk të ligji pa thënë. Tani, që mendoni për strategjitë e Ramës tashmë, zotëri, nga 5 fjalë secili? Atere, një nga njoftime që u dha sot para protestës, dhe tashme që jam dhe e ndjek protestën çdo ditë dhe më shtes protestën, e dikush ishte sot. Sot në bulevardit të Shmorët e Kombit, u vun disa flamuj që proklamonin javën izraelite në Shqipëri, e kulturës izraelite në Shqipëri. Dhe të gjithë organizatorët sot çoni njoftime, mos i prekni, mos bini prej provokimeve. Qartë. Se i ka bërë Kastile. Ashtu dhe. Të njëjta gjë ndodhi të mërkurën kur do lumë kombëtarët e Izraelit, ku që zinte moran atë barrierën përpara. Dhe ç'a bën ata? Ata bën se u ndodhi sherrri dhe në stadium, u ndodhi dhe jashtë. Dhe Rama shfrytëzoi dhe tha, kjo tha është një protestë antisemite. Këtu tha janë përfshirë, përveç të tjerëve tha. Ambasadorja. Përveç të tjerëve tha, Irani, proksit e Iranit, mbështetësit e rrymave në Gaza, Hamasit, gjeti dhe ata me gjeti erdhën gjithë amikët këtu në këtë punë janë. Dhe këta thonë tha, unë jam me të rinjtë e protestë. Ato ishin por ata janë tani. Ato ishin Ramës. O Ylli, ta tha Rama. Ato ishin mi palestinezët donte t'i merrte ky. Pjesë po i pengon titën. Ato ishin mi do t'i merrte ky. A kemi biseduar? Po. Dhe një pjesë prej... Ja do t'a them tani. Do t'a themi tani. Ja mu t'a mbarojnë t'ja le ati radhën. Që ndërryn dhe ata, jo vetëm ata, po sharlatan nga më të ndryshmit e gjithë. Partit kanë hyrë tani. Provokohet nga të dy anë. Partit kanë hyrë. T'a mbarojnë po se e zgjatëm shumë. Nuk i zgjatëm sa thuaj pra, ha. Pra, gjithë kjo situatë me Izraelin dhe sot, vetë mërkurën e kaluar, u përdorë po nga Rama për të thënë që këta që bëjnë të gjë, që thonë tha që e ka pushtuar Izraeli, tha, që thonë që do vinë palestinezët nga Gaza. Se i përdorë të gjitha mjetët. Arlindi është në turmësh, në Arlindi do flasë aty? Po, aty do flasë. Bëni shenjë? Po. Është për ne apo po del kot? Po jo për ne është morë por. Qa ka? Arlind? O Ylli ti do të dalësh me tani prapë. Mirë mbrema. Jo, mua më nëzorë njërë. Do të regjia bëni kujdes, thoshte se Ramanburg, Berishanburg. Ç'po bëni po flini? Dhe sa herë del kjo, regjia, Ramanburg, Berishanburg, nxirreni aty. Se duken sikur flini vërtet. A kupton? Arlind mirë mbrema. Mirë mbrema Ylli. Ore, qa ndodhi aty një gje, se u morën dhe me këtë ndimësin tent, njerun e dytë që këti Muqin. Me deputetin. Me deputetin, sepse edhe me FRPD-n. Qa ndodhi? Jo, nuk ishte konflikt me ne, me sa duket ishte një grup militantës të PD-s që po vjeshin një disa qytetarë, sepse gjithë populli thërret, përveç se Rama dorëheqje thërret edhe Ramanburg, Berishanburg. Ata dërëzin tani menduan se po të shkonin e të pudion. Të bëni pak presion qytetarëve dhe harin presionin, por kaloi shumë shpejt, nuk ishte asgjë domethënë, kështu që ja vlen merremi fare me asgjë. Ajo që po ndodh në Shqipëri është historike, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë tonë, domethënë unë pas protestës një orë ta kam qenë marshim bashkë me 10 mijëra qytetarë që vazhdojnë marshojnë po ashtu nëpër rrugët e Tiranës. Është frymëzuese, mund të bëhet vërtet historike. Mund të jepet fund jo vetëm një qeveri të korruptuar, por një sistemi të marrëfund, një sistemi politik kapur nga oligarkët që ka shkatruar themelët e shtetit shqiptar, ka shkatruar ekonominë
si model, po themi zhvillimor për të gjithë dhe ka mbjellë korrupsionin nga do. Unë kam qenë optimist për popullin shqiptar dhe atëhere ku pakush ishte optimist, sepse kam besuar tek nevoja jonë për ndryshim. Dhe kjo që po bën populli në sot ylli, nuk duket patetike, unë do flasë me Pavo sepse e ndjej. Kam shumë emocion këto momente. Kjo që bën populli ynë këto ditë është vërtet historike. Asnjë popull sot në Evropë nuk po proteston kaq shumë, kaq bukur dhe kaq drejt sa populli shqiptar, dhe nuk është rasti që gjithë mediat e botës. Po mirë tani atë mendim ka. Ndryri thuaj. Gjenish ndryri. Jo, mos ka lidhje, po të flasin e gjuhë për protestën e burr. Po për protestën po flet. Ua? A foli për protestën? Tani, okej, mos e kemi edhe ne mendimet ndryshme këtu, Arlind. Gjithë protestë jemi më. Gjithë protesta është e fryrur me mendimet të ndryshme. Edhe këtu dhe ne ka mendimet ndryshme. Kjo është e bukura një proteste masive, që përplot me ide ndryshme, me interpretive ndryshme, po me i qëllim të njëjtë. Dhe qëllimi shprehet në thirrjet që i thrasin mira njerëz bashkë, që po them, dorëheqjen e qeverisë dhe Ramanburg Berisha-Burg. Në një televizion tani më shkruan një që ndjek si emisionit tonë, e zbartin atë kur thuaj Ramanburg Berisha-Burg e zbartin. Regjia jepeni atë se më nxjerrin mua aty pastaj. Që thonë ju them unë flini ju. Apo s'ka, Ramanburg regjim, Berisha-Burg s'ka dalë tani në këtë moment. Do të bëj një pyetje Arlindit apo? Bëj pyetje. Zoti Qori, duke patur parasysh që qëndrueshmëria e protestës edhe në ditën e 9 dhe numri që është në progresiv në rritje, a mendoni që ka ardhur koha që tashmë protesta të formuzoj kërkesat e qarta politike dhe të ketë nga tani e tutje, pra të dali dhe të kryoj një trup e cila ta drejtoj, pra të ketë një kokë e cila ta orientoj gjithë energji pozitive që ka ardhur deri tani, drejt një lëvizje e cila do bëj atë që kërkoj njerëzit në protestë. Është dakord këtë politikanë vëlla, si pare e themi. Pyetja me saktë në ditët që jetojmë, në momentet që po jetojmë është pikërisht kjo, Arlind. Se tani aty dalin dhe thonë gjëra shumë të çuditshme, të ndryshme. Dalin dhe njerëz që s'kan dalë në njërore dhe vinë aty studentët e shkretë të drejtë shumë. Dorën disa kërkesa sot. Dorën disa? U deklarua një vajzë që do bëjmë parti. Do bëjmë parti ta? Një ta thot ai sa ishte atje. Nuk jam përgjigje, Ylli. Po? Ylli, nëse mund t'jam përgjigje, se jam përdit 4-5 orë jam të përdit me qytetarët. Qikoni, mikrofoni, ata që dalin flasin mikrofoni, janë thjesht qytetarë që mbajnë radhë. Domethënë, askush nuk përfaqëson asgjë më shumë se veten e vet. Kështu që ka kërkesa nga të ndryshme, por ama çfarë bashkon protestën janë thirrjet. Dhe thirrjet po them janë dorëheqja e Ramës e panegociueshme, Ramanburg Berisha-Burg që ka kuptimin e shkatrimit të sistemit tjetër politik. Unë nuk mendoj që kësaj proteste i duhet kohë, sepse koka do ta trashtonte, koka do ta ndante. Do t'i ndante njerëzit pastaj në ide ndryshme, në parti ndryshme, në fraksione ndryshme. Kush kërkon që kjo protestë të ketë drejtim, mbase ka qëllimin e mirë, pa diskutim, por mendoj se drejtimin, kuptimin e disa fytyrave dhe e kërkesave, pa tjetër që do ta përçante protestë. Protesta është e bukur, është e madhe, të lutem, të mbetemi te logjika, Arlind, të mbetemi te logjika elementare, logjika e thjesht fare. Në qoftë se ne themi Edi Rama t'i jep dorëheqjen, nuk ka kërkesë tjetër. Ka. Të bëhet kjo, resorti të bëhet Rama varen kërkesë. Po Rama do ka lënë zgjedhje të gjitha, më bien të gjitha. Do ka lënë zgjedhje, parlamenti mos zgjedhë kryeministrin e ri. Vendos sovrani popull në zgjedhje. Jep dorëheqje kryeministrit, nuk ndrohet baron. Po. Çfarë të keqe ka? Po të them gjërat e tjera, mos e kërkesat e tjera, po t'i vësh. Kërkesat e tjera janë parlamentit. Të ndalohet kjo për abrogohen ligjet. Zonat e mbrojtura, të abrogohet kjo. Po kush ta abrogoj? Unë. Po nuk e abrogon dot parlamenti pa qeverimo. Po s'po themi të bëhen zgjedhje të tjera më. Rama t'japi dorëheqje më. Rama si kryeminist të largohet. Po që thos duaj çai bëhet. Do vazhdoj. Bez Piropali. Shkoj agentët e agentët e Iranit. Piropali kryeminist thotë. Je fjalë, s'ka asgjë. Piropali thotë këtu vej. Po kushdo që të jetë, më ky duhet të ikë një herë, është pjesë e dytë ajo. Piropali kryeminist. Po Ylli ai kontrollon parlamentin tani ju themi se do vi. Do japësh fjalën sepse duhet lëviz përpara. Po.
vazhdo. Për pak duhet lëviz, ma lejo vetëm 1 minutë fundi. Shikoni, kërkesa kryesore është dorëheqja e Ramës. Tani sigurama ta javi dorëheqje sot në darkë, parlamenti do jetë në fuqi edhe për 1 muaj apo 2 muaj. Kështu që kërkesat e qytetarëve të tjera i shkojnë këtij parlamenti, humbi të gjitha, i shkojnë parlamentit të ardhshëm. Sepse ato kërkesa ambientaliste, kundër ligjit investime strategjike e kështu me radhë, do jenë që kanë mbi çdo qeveri tashme, mbi çdo parti që do të qeverisë nesër. Prandaj janë të rëndësishme edhe kërkesat e tjera. Popull më? Kështu që mund do ta mbyll me kaq sepse jemi që kushtet vështira. Pyetja, di kush është? Pyetja është. Kush është Rama që thotë Po kjo Rama në burg, Berisha në burg. Është më keqe se këtë. E mbyll. Tani zoti Rakibi, se kjo ishte çik. Jo që kufjet vetë po. Na iku. A mund të them diçka unë nëse do mund. Të gjithë do themi tani urdhë fol. Sepse ne s'kemi faj. Kjo është një protestë që në çdo sekond nxjerr parrulla pafund, nxjerr kauza pafund dhe ne nuk i mbulojmë do të gjitha, mo. Nuk i themi do të gjitha. Po se dalin tani po, dhe jo në çdo sekond po them, çfarë për ditë. Tani unë do ndalem pak te ajo pjesë sepse besoj është e rëndësishme. Ne ndoshta nuk do ta gjejmë asnjëherë se kush është truri, kush qëndron prapa, që edhe mund të jenë të gjitha gjërat. Po ka një të vërtet madhe që ka një pakënaqësi shumë fish në këtë vend dhe kanë shumë arsye për dal njerëzit. A ka përfitues? A ka përfitues brenda nga opozita? Po sigurisht që ka. A mund të përfitojë edhe Arlindi? Po sigurisht më ka drejt përfitojë. A mund të kënaqet edhe Greqia, edhe Serbia? Po sigurisht, çështja është që ky popull del sepse ka shumë halle zotri. Zonjës unë i bëra një pyetje, lutem, ta ja ta mbaroj pak. Zonjës i thash, e ke bërë ligjin për investime strategjike 2015-2016. Sa kompani tuaja ka që janë këtu? E di çfarë shifre ka? Nuk sa gjë. Po pra. Se bëjmë propagandë gjithë. S'ka asnjë. Sa ka ndryshuar Jo tani se nuk fal. Do në lesh tash apo do bësh si do ta bësh si Arlindi. Sa ka ndryshuar varfëria në këtë vend zot. Se ai iku që misha. Iku, po jo mos e foli, ai mbaroi kaseta. Ai ishte kaseta. Po mbarova tha pra. Po pra, mbaroi kaseta. Kaseta, nëse ne kemi. Po kasetë do burr tash se në vend të emisioni ynë të gjitha. Po mirë, nuk ka asgjë të keqe tash. Po ka shumë njerëz që pse e ke. Jo, le të jetë. Nuk i prish puna skujt ai. Ne kemi vujt kur i kemi heq lirin njerëzve, jo pse kemi të lidhë tepruar. Tash nëse do ta mbaroj. Domethënë çështja është që nga viti 2016 deri 2026, sipas Instatit, në Shqipëri, në auditore studentore, ka 31% student më pak. Ku kanë shkuar njerëzit? Kush mirëqenia që flet zonja? Ajo mori si shembull Malnezi. Malnezi është një vend shumë i vogël, batoni njeh shumë mirë. Me 2 ankorime jahtë ndryshon Malezi. Dhe Malezi nuk ka qenë asnjëherë në pozitat e varfërisë shqiptare, duhet të thonë edhe kjo pjesë tjetër, apo jo? Pjesë e perandorit. Asnjëherë nuk ka qenë ashtu. Jugosllavë. Ai ka qenë tani zonja ministre, fal, dhe qeveria trumbeton pafundësisht këto investimet. Kemi bërë debat të madh për Alamarin. Vetëm 2 kulla të shtrembura ka tani. Vetëm 2 kulla të shtrembura janë atje. Që kanë marrë, po pra, Alabarin, dhe kanë marrë anën ato. Investimet në Shqipëri janë zero në çfarë kuptimi? Nuk bëjnë rritje ekonomike. Këto quhen rritje ekonomike taksën që paguajnë këto betonoxhit, sepse vetëm beton bëhet te ne. Tu s'ka resorte. Tu s'ka asnjë vend që mund thuash vlen për turizëm. Fare asnjë vend. Nuk plotësohen kushtet. Fare. Alabari ishte kushti që në 2 vitet e para do jetë 120 milionë euro nga xhepi vet. Odhje. Ka hedhur 7 milionë euro. Të pjesën 8 milionë euro që janë hedhur aty, 7 milionë euro e ka hedhur Arbari, dhe 30 milionë të tjerë. I kanë hedhur ata që kanë blerë shtëpi. Një lagje që ekskluzive i do bëjnë aty, që nëse do bëhet ndonjëherë, nuk ka sjellë asgjë në ekonomi. Nëse do më lesh Abilek, sepse është e rëndësishme që ndjes shumë. Është e rëndësishme që hapi zoti Rakibi për mënyrën se si ne ose qeveria po i qaset protestës kur herë e përzin me shërbimet greke, herë me ato serbe, po shumë rëndësishme një element. Çështja e përmendjes fundamentalistëve islamik. Çështja e përmendjes Iranit. Irani doli sot konferencë për shtypje, dini? Ministria e Jashtme e Iranit? Po e tha që ne Shteti shqiptar tha mund të thotë që edhe flamingot janë spiun iranian. Po tallet. Por ti unë do ta them diçka. Jemi përveç ne bisedojmë edhe poshtë tavolinës bashkë. Tani ka një vërtet madhe. Tani ty janë drejtuar dhe njerëz nga këta, ka dhe nga këta islamikët që përpiqen me gjitha fuqinë. Po, le ta them. Unë besoj që në këtë emision ne kemi thënë gjitha gjërat dhe s'kemi marrë rezerva, se s'na ka vënë njëri filtra. E vërteta është që këtu ka pasur një qëndrim
anti-izraelit për shkak Gazës, por nuk ka të bëjmë realitetin shqiptar fare. Këtu ka turistë, lutem. Po pra. Po Izraeli me Shqipërinë tani nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje pra, nuk ka lidhje. Ky është një turp tani. Po Rama kërkon ta sjellë këtë konfliktu. Po pra, sepse i thot turmës keni shërbime iraniane. Ambasadorja e Izraelit dhe thot kujdes turma nga thirrjet antisemite. Po çfarë thirrjesh antisemite ka turma? Ka dalë një njeri aty sepse aty s'ka filtr më yll. Aty çdo njeri ditët e para se sot duket ka ndryshuar diçka. Ditët e para kush donte dilte. Dhe doli njëri foli pafundësisht se ç'foli për Izraelin e për gjëra të tjera, nuk e di çfarë. Tash dy gjëra, kjo s'ka të bëjë fare me Izraelin. Ne s'kemi popull antisemit. Dhe edhe ambasadore bëri gabim kur përmendi sot atë histori. Ne nuk kemi shembull i antisemitizmit, ke gjithë Europën që ka bërë protesta kundër qeverisë Netanyahu, po jo kundër popullit izraelit. Dhe ne s'e kemi bërë kurtu, pavarësisht kritikave që kemi bërë, po sigurisht. Tani ka një zhvillim që unë doja ta cekja me qenë se ti më thej që flasim dhe jashtë emisionit bashkë. Ka pasi lëvizje të qeverisë në tentativat për ta njollosur protestën. Dhe ky më bën përshtypje më shumëre. Jo protesta, mënyra se si po përballet qeveria me protestën. Ky po përballet shumë keq. Qeveria po përballet shumë keq. Ka 2-3 ditë ti e di që unë kam edhe informacionet e mia, që këto po luajnë njerëz pranë qeverisë, po luajnë që pikërisht organizata që kanë bërë protesta pro Gazës gjatë kohës luftës muslimane, të marrin drejtimin e protestës. Ka 2-3 ditë kjo histori. Ai të thellat i mendoj këta Rama këto gjëra. Rama s'intereson ta dështoj protestën o vëlla me gjitha të gjërat. Pse kaq të thella? Hidhe mor por hëngrën e bën. Edhe flamujt e Izraelit pse u vunsat. U kujtu për javën e Izraelit. Po lutet që të shkoj dikush t'i grisi ato flamuj më. Rama kërkon kaos. Por kjo nuk është një protestë si gjithë tjera. Rama kërkon të mbrojë veten dhe qeverinë pa dyshim. Kjo është një protestë kundër Gjëmi. Kaosi e rrezon Rama. Kjo është një protestë dhe nuk flas më falë baton. Kjo është një protestë kundër nivelit demokracisë në Shqipëri. Pavarësisht se si shfryn aty. Kjo është një protestë kundër korrupsionit në Shqipëri. Kjo është protestë kundër vjedhjes në Shqipëri. Kjo është protestë kundër ekonomisë dobët dhe varfërisë. Kundër Ramës i ketë gjitha mbrëm. Ashtë kundër Ramës, gjitha i ka mbrëm. Po, paket. Unë lexoj të gjitha këto që numërove të janë fenomenet të kësaj shoqërie në Shqipëri sa duash. Por ka një problem thelbësor. Pjesë e mirë e njerëzve që dalin aty, gratë me fëmijë të gjitha janë në hall, të vërtet. Dhe unë këtë kam ullë që duhet lexuar fort kjo gjë. Po këtë po themo. Duhet lexuar. Ky s'po merret me protestë, ky po tallet me protestë. Ky po vazhdon ta bullizoj protestën. Këtë plan e kam unë. Nuk Baton. Atëherë unë po mundohem me analizuar disa pika, të lutem, unë s'fola vetëm Ti s'ke fola si herë, po kanë dalë meme atje, nuk e di ku ti ka gjetur meme. Kështu që ke rastin sot t'japësh material problemet. E para, është gabim të mos merret seriozisht kjo protestë. Aty janë grupime që mendojnë se sistemi nuk i dëgjon, që perspektiva është e munguar, që s'ka hapësirë politike, që nuk kanë pas hapësirë as te partitë opozitare dhe shteti nuk i ka dëgjuar. Paga shumë, këto janë grupimet të cilat janë brenda. Këtu ka pastaj interesa dhe ka qëllime. Natyrshëm se secila parti politike në vete e kërkon hapësirën dhe të marrë sa më shumë grupime për të ndërtuar një rrëfim politik, se të gjitha partitë opozitare realisht brenda sistemit nuk kanë pas rrëfim politik. Tash, duhet të them më një herë që rreziku për Shqipërinë nuk është protesta. Në asnjë mënyrë. Protesta sotme edhe këto protesta gjatë 9 ditëve. Rreziku për Shqipërinë, për qeverinë, për çdo do të ishte sikur që pas një kohe ose pas disa vitesh këta njerëz mos të protestonin, por të kapin avionin dhe të alshonin Shqipërinë. Dhe ajo që mu më pëlqen është pse njerëzit protestojnë. Por, brenda protestës tash, duhet një analizë tjetër. Se mendoj që po bëhet një gabim
se une jam rritur me protesta zdi, e gjithë jeta ime që nga viti 81 është rritur në gjendje të jashtëzakonshme dhe në protesta. E di përmendsh reagimin. Dhe e di përmendsh regionin se si ka ndërtuar rrefimin e protestës. Dhe unë mendoj që duke e parë zonin Ibrahimi, unë mund të them që po bëhet lexim i gabuar i njerëzve në rrugë. Nuk ka rëndësi ajo 2.000, ajo 5.000. Nuk kanë numrat realisht kanë rëndësi kur përpiqesh të... Numra të konsiderueshëm, jo. Jo, vetëm pak ta sqaroj, se mund të jenë 100.000 dhe s'kan kuptim. Po jo, janë numra të mëdhenj. Po s'është problemi i numrat faktikisht. Numrat kanë rëndësi kur përpiqesh të kuptosh forcën elektorale të një lëvizje. Këtu, kjo nuk është lëvizje elektorale. Kjo është lëvizje që ka një paknatësi brenda. Por, ajo që mu më shqetëson është që lëvizja ose ky grupim nuk ka kauzë të qartë politike. Dhe kjo kauzë të qartë politike e bën këtë grupim shumë kaotik. Dhe unë mendoj që të këto grupime kaotike për ata që e njohin pak ngjyrën politike të rrëfimit të protestave, kryesisht funksionojnë pa lider, pa një organizat mrapa, nuk kanë program dhe nuk kanë ambicie për ta rënuar liderin. Arlindi ta tha, jo se s'kan, po bëjnë bajnë të fshet. Këtë Arlindi. Dhe ajo që është gabim të trajtohet si grupim që bën kërcënim politik. Ky është gabimi. Por nëse trajtojmë ndryshe, do më thënë... Si pak nëjësi qytetare, mo? E tash, si që është? Kjo me qenë se nuk është demonstrat me kauzë politike, nuk është as lëvizje që të thërdzoj pushtetin, o nuk është as grupim kaotik, atëherë problemi sa është pikërisht se nuk ka adres dhe nuk ka organizim dhe do të përdoret nga partit politike për të ndërtuar rrëfimin politik. Ekziston rreziku. Dhe kjo do të ndodhë. Shërbimet aty janë mbrana, në kësi situata, shërbimet janë mbrana, aty nuk kam dilema. Tash, ajo që unë e kam bindur si natyret e grupimeve të para, është se kjo është protest e heshtur e zhgënimit të njerëzve, e disa të rinje që përkërkojnë hapjen e derës e perspektivës. Kjo është e sigurt, për arsye se sistemi jam ka mbyll derën. Dhe tash, nëse kur sistemi ta mbyll derën, atëherë problemi është shteti. Ky është çaj segmenti i parë. Segmenti i dytë është njeriu që është Edi Rama. Ku është Edi Rama në këtë histori? Edi Rama e ka një vizion të vetin deri në vitin 2029. Dhe deshtëm apo s'deshtëm, ai i ka marrë votat ato. Cilat janë votat për Edi Rama? Vota është për Zvërneci. Ke një grup që i kundërshtarët, po ai ka vizionin aty. Jo, tu nuk jam dakord. Jo, ai mund t'i marrë votat, 85 vota. Po kjo nuk është legjitimim politik. Dërsa vendimarrja... Jo, ai ka një legjitimet politik. Ai mendon që vizioni i tij është investimet strategjike në Sazan, investimet strategjike në Zvërnec, investimet strategjike në rërën e hedhur, investimet strategjike plot me koncesionet shëndetësie. Ku dush për? Dhe si kontestohet një leadership i cili e ka një vizion dhe e ka paraqitur dhe ka fituar votës? Janë dy momente që unë e konsideroj kontestimin e tij. E para është kozgjatja e tij në pushtet. Ky është ndoshta arsyeja pse njerëzit janë aty edhe mendojnë që i është mbyllur sistemi për shkak kozgjatjes. Por, mendoj që kryesorja është që Bashkimi Evropian e ka një lider të një shteti të vogël, i cili është bukur, karizmatik dhe debatus. Bashkimit Evropian nuk i duhet një debatus i tillë. Mund të pengon gjërat, mund të krijoj pengesa, por dorën zemër, një prej figurave, deshëm apo s'deshëm politike, e cila
e ka ndërtu një rrëfim për Shqipërinë me gabime, pa gabime, është kryeministri shqiptar. Tash, a dëshirojmë që ky grupim të rrëzoj, për arsye se nuk i mjafton rrëfimi i Edi Ramës, kjo është çështje pastaj politike. Dhe këtu, kjo çështje politike mund ndërtohet me rrëfimin për oligarkët, me kozgjatin e pushtetit. Në tonë mundën? Po, edhe përfundoj. Por, edhe të tjerë në njëse... Por, në fund desha... Po pra, se ka kuptim. Në fund desha të thëmë, qëfar rrugë është që të rëzohet ky pushtet? Dhe a dojmë atë modelin e 97-ës të cilin e kemi provuar? Nuk është ky krahasimi, ja. Jo, nuk krahasova. Jo, nuk krahasova. Këta nuk duan të themi. Nuk e dim, jo. Vetëm të themi, kur nis protesta. A Bilekaj? Jo, kur nis, dhe që e fjalinë e fundit se nuk du të keq kuptohet. Kur nis protesta, ti nuk e dim fundin. Po pse s'duhet fundit? Po çfarë do të thotë, që s'duhet protestojnë njerëzit se s'din fundin? Kundrazi unë thash, ky s'do protesta. Jo. Ky nuk i përgjigjet protestave. Ky thotë jeni spiun Tiranit. Ky thonë jeni spiun serb. Në një moment nuk thash që s'duhet protesta. Baton, Shqipëria do të themi diçka drejt. Gjithë, në çdo moment protesta unë thash, Shqipëria pa protesta njerëzit. Dakor. Shqipëria mënyrën se si flet Rama, si trajton qytetarët e vet ka vetëm një hall të madh. Shqipëria e Edi Ramës është Shqipëria që eksporton shqiptar dhe importon parat pista, kaq është. Tani është shumë frazë e thjeshtësume, po... Se përmendi Batoni, a ka rrezik protesta? Ka një rrezik protesta, që ne po e vëmë bre, i cili nuk varet nga ne, që është që të shndërrohet në një betejë anti-Trump, ku baza në burimi është në Shqipëri. Pra, të gjitha forcat anti-Trump që duan që deri në midterm, në zgjedhjet e midterm, në zgjedhjen e nëntorit të këtij viti në SBA, të ndikojnë në zgjedhje kundër Trump, duke akuzuar për familje mafioze që bën investime, duke shpërdoruar pushtetin e tjera, të përdorin protestën në Shqipërisë. Dhe kjo është një luftë që ne nuk e përballojmë dot. Na takon, por nuk e përballojmë dot. Nuk e përballojmë dot ne një marrëdhënie kaq me një vend kaq të forcash se Bashkuara e Amerikës. Megjithatë, kjo mbështetje ndërkombëtare, kjo vëmendje ndërkombëtare, pavarësisht arsyeve për të cilat bëhet, mendoj që i shërben qëndrueshmërisë protestës, vazhdimësisë protestës dhe ndoshta nesër rezultatit protestës. Por para se të flas për rezultatin, do flas për disa rreziqe që ka protesta. Protesta ka disa rreziqe që janë pikërisht të rrymat që kemi thënë që her pas here mundohen të personifikojnë protestën. Për shembull, sot doli një manifest nga protesta që me disa kërkesa. Autorja e manifestit pastaj doli në televizion dhe shpalli që protesta do të bëjë një parti politike, do regjistrohen njerëzit. Manifesti ishte i papranueshëm, po ta shohësh, se fillonte me kërkesën e parë që ushtria të marrë në zotrim pasurinë që kërcënoheshin, pasurinë natyrore që kërcënoheshin. Sazan, pra një shpallje e gjendjes së jashtëzakonshme, Sazani dhe Zvërnecin. Sigurisht që në qoftë se nuk do e kuptoje protestën, në qoftë se nuk e ka brenda protestës, mund ta merrje sigurisht është një përfaqësues i autorizuar, që po jep një qëndrim të gjithë njerëzve aty, sepse aty nuk ka mundësi kontestimi apo aprovimi, shumica e njerëzve brohorasin pa dëgjuar fare se kush flet. Tjetra është pastaj që Edi Rama, si një politikan me shumë përvojë për këto gjëra, ka filluar luftën e protestës. Ato që bëri në Elbasan, që luftonte personalisht njerëzit, sulmi ndaj Mustafa Nanos personal, sulmi ndaj gazetarëve nga Fevziut personal, janë për të intimiduar çdo njeri që guxon të bëhet sadopak protagonist për ta mbështetur protestën. Dhe ndërkohë që sulmon ata që mund të bëhen që janë sadopak protagonist, që kanë një lloj influence, sulmoi dhe Fatos Lubonjën disa ditë më parë në fillim të protestës, ndërkohë që bëhet fut patronazhistët në lojë. Ne sot kemi informacione që patronazhistët kanë filluar të identifikojnë të gjithë ata që punojnë në shtet ose që kanë të afërm në shtet për t'i paralajmëruar, për t'i kërcënuar që të mos marrin pjesë në protestë. Nuk guxon kush me bë. Ore ka ndodhur kjo. Ka ndodhur me dëshmi. E kanë vrarë frigën e ton. A doja dalë apo jo është tjetër çështje. Frigën të ajo protestë që është në këtë moment e ka vrarë frigën. A doja dalë apo jo është tjetër çështje. Problemi është që nuk kemi të bëjmë me demokratët. Në protestën në Gjirokastër
Ishin 2-3 punonjës të bashkisë së Gjirokastës që i nxorën aty në Facebook ata, i denoncuan Facebook. Në Tiranë në një drejtori kishin thirrur dikë dhe kishin thënë që 2 njerëz të të afërt janë protest dhe ne nuk ta mbajmë dot vendin e punës. Po kësi rast do janë shumë raste për modelin. Do janë raste që kanë ardhur si denoncimet e kun. Por ka shumë raste sot kur ai ka futur patronazhistët dhe bën këto kërcënime në vendin e punës siç bëri atëherë me votën e diasporës. Kështu që dhe pjesa tjetër pasaj se vetë protestës që këto grupimet që duan të marrin dominim ose janë të pakënaqur krijojnë përplasje si ato përplasjet e sotme, të cilat mund të shpërndajnë njerëzit, mund t'i bëjnë të pakënaqur. Anton, a mundet ta koncentrojmë debatin me pyetje? Të lutem, rritet tek. Ja vetëm ta mbaroj pak këtë. Ta mbaroj. Megjithatë, protesta për sa kohë do ketë të vëmendje që kanë sot me receptarët tuaja. Dhe për sa kohë të ketë një kauzë që është e përbashkët, që sa beton është për kauzë, ka një kauzë përbashkët protesta që është lufta kundër gjithë klasës politike dhe sigurisht mbrojtja e një habitati natyror, që janë bashkë. Sa kohë të ketë të kauzë, protesta mund të ketë jetë gjatësi, por nuk e di ma do ketë rezultat. Ketë rezultat, dhe adhe një forum për rezultatit, na lutë që kjo pjesë. Qëtu nëse mundemi me ja marë ylli debatin edhe me të që kjo tezë. Se teza kryesore është qka nëse dështon protest. Ato që fatosit janë bërë. Në më thonë, nëse një protest nuk është e strukturume, është kaotike, dhe përfundon si e shpërndar, vetëm një përfitus është pushteti. Absolutisht. Dhe pastaj duhet kohë gjatë për ndërtuar një reform të ri të organizimit. Dhe kur pushteti e fiton betejën me protestën që hesht, në tonë atër rreziku është që, me të thënë drejtën, vizioni i Edi Ramës dhe në 2029 fiton pa asnjë problem. Kalon. Rama, poso mund nga kjo protest. Zhgënjimi, pastaj si të mërshëm për qytetarët. Poso mund nga kjo protest. Zhgënjimi. E dyta është zhgënjimi pasaj përkthehet te niveli Ceaușescu pastaj. Me një proces. Nuk e lënë Shqipërinë askush. Me një proces normal, pra kalimin votim 2029 në tjera si shpërndon Rama, ai siguron një gjatësi shumë madhe. Problemi është ajo që e kam sigurt. Po pra. Ato që e kam sigurt Anton në analizë. Atakimi kryesor është për vitin e ardhshëm. Unë besoj që Tirana do tjetë vitin e ardhshëm rasti, nëse protesta hesht, iken, apo tjera, Tirana do tjetë e rasti i ekzemplar se qëfar është qeverisja e Ramës dhe sa e ka është rrezikuar qeverisja e Ramës, se me Tiranën do vazhdoj. Në zgjedhjet lokale? Po, në zgjedhjet lokale. Unë mendoj se koncentrimi i gjithë përplasjes, se kjo është mekanizëm për Tiranën, nuk është për gjithë Shqipërinë. Se informacioni nuk më rrinë gjithë Shqipërinë. Protesta e ka fuqinë nëse ta rrezojë Edi Ramën. Unë mendoj, protesta nuk vazhdon, po. Nëse ose vazhdon dhe rritet, po. Që t'japim protesta nëse rritet, nëse krijon destabilitet në vend, në jetën e përditshme të vendit, mund të krijojë një premisë të rrezojë Ramën, po shumë të vështirë. Rama nuk largohet edhe në qofë se vendi ka destabilitet. Vetëm në qofë se i pamundësohet puna e ti, atëherë do largohet. A mund i pamundësoj kjo protestë punën Ramës? Kjo është pyetja më e vështirë. Me ata që japin lule policëve dhe thonë mos prekni asgjë të tjera. Me Ramën kjo nuk bëhet, nuk e nxjerr jashtë. Kjo është qartë. Përse Rama ka shesë spektakël. E dyta, në qofë se Rama e kanalizon këtë në një proces votimi normal, që 2027, 2029, siç po thotë, e ka fituar në betejën, nuk e fituar. Pse? Sepse mungon mekanizmi. Protesta mund tjetë shumë fuqishme. Pakënaqësia ndaj Ramës ka qenë edhe në 2021 shumë fuqishme. Po mungon të mekanizmi. Mekanizmi të gjë Ramën. PD-ja ishte e ndryshkur. Me humbi e pati fajnë opozita. Pa, mungon dhe opozita që është mekanizmi. Po pra, mekanizmi politik për të hequr qeverinë. Boja jam pra, mekanizmi politik, pra, është i njëjti. Boja e jam e protestave heterogjene. Po s'ndryshojnë mekanizmi. Jo, vetëm të dalim të pjesa heterogjene. Edhe po e la. Te heterogeniteti ka një përparësi, parasyse një pjesë e madhe e njerëzve është në rrugë. Por, në momentin kur ndërtohet rrëfimi, ky heterogenitet krijon përplasje. Dhe kjo përplasje pastaj e shkërmoj kajtë protestën.
Dhe jam i bindur se e kam përvojën me këto protesta. Dhe kjo është kërmoqje nga ajo që i pisho, dhe si po flasin, mënyrën se i ka artikulojnë, se s'kan as narracion, s'kan as artikulim të mirë, as kërkesat qëndrushme, as një gjë momentalisht. Vetëm ka një turm. Dhe mos harro, Gazeti thot, turma, kur mbetet pa buk, gjën e parë që e djeg, a di kanë e djeg, furrën e bukës. Dhe kjo mënyrë e artikulimit, e në tonë, pa një piksynim dhe qëllim, është pikërisht ajo që do të djegin furrën e bukës. Në qoftë se protesta i mbetet 5 pikave të para, mund të shtohet edhe në një, po mos kalojmë me pika idiote si ato që paraqitet sot manifest. 5 pikave të para, pra të merret me rënien e qeverisë, me zonat e mbrojtura e tjera, atëherë protesta është në misionin e saj deri kur të arrihet, që mund të kërkojë muaj. Pasi ky mision të arrihet, atëherë protesta mund të vendosë nëse do të vazhdojë si parti politike, do shpërndahen për parti politike, do bëjnë parti të tyre, ose do bëjnë disa parti të tyre që është Lubonja, sepse disa mund të bëjnë, sepse aty rrymat janë të ndryshme. Por, në qoftë se ata arrin 5 pikat, atëherë kemi me një goditje shumë të fortë në Ramës. Dhe Rama sigurisht do hyjë plagosur në zgjedhjet lokale. Aq më tepër, nëse pastaj që aty del një parti e fortë politike, që mund të japë vërtet rezultat dhe Rama vërtet të ndihet keq për zgjedhjet lokale, të arrijë rezultat të dobët. Nuk rëndësi sa bashki merr, rëndësi ka të marrë rezultat të dobët në përqindje, që të kuptohet që me ligjin e ri elektoral dhe me mburjen e përqindjes mund të ndodhë që në 2029 kemi rotacion. Por para se të vendoset ikja e Ramës, rënimi i tij, protesta e kanë edhe një qëllim shumë djallëzor interesant, nëse mund ta quaj djallëzor. Largimin e Berishës si pengesë ose si njëri që i ndihmon protestën. Po e largova ato, mekanizmi i ri krijohet dhe atë përplasja është interesant. Përplasja atë bëhet edhe dy fjalë propozitën secili nga dy fjalë. Po opozita si e ka trajtuar protestën? Pse po ndryshon mendim Berisha tani? Dhe njërës e tia, po vajti në fund toj me këtë. E mori protesta me vete, nuk është se mori protesta e rëmbeut. Berisha vendosi të gjithë, ose do ta merrte protesta do ta rrëmbente, se ishte kundër rrymës, ose do este me rrymën që të mbjetonte. Kaq. Berisha u bë njëshme me pushtetin në fillim të herës, kur në emër të mbrojtjes investitorëve strategjik, i doli me njëherë në emër të servilizmit në Kushnerit dhe Trumpit. Dhe kjo bëri pis shumë opozitën. Në emër të servilizmit. Sepse tregon atë që ne shpesh herë e diskutojmë këtu në për studio, që këto oligark nuk i krijoi Rama, por Rama i ushqeu dhe bën pak më të majm. Këto oligark u krijuan kohën e doktorit. Kështu që burg Rama, burg Berisha është dhe një lloj distancimi nga opozita, për të thënë që nuk jemi të Berishës. Patjetër. Tani me qenë se kemi shumë për të folur zoti Rakipi, një fjalë do ta themi për Zvërnecin, ndërkohë që Riolli po e thirrën ministrin në pjesën e parë. Tani Zvërneci, apo duhet thënë që po qarkullon një kush janë investitorët, se thotë janë Katarit, janë 2 kriminal sirian që kanë marrë në shtetësi të Katarit. Edhe tani janë bërë mikë të Kaq du të them vlla. Dhe këto vijnë para të pjesën e Zvërnec. Tani janë marrë, ja tani folën si islamik. Po, ja si islamik, totalisht. Ja pse? Tani ata janë bërë mikë të afërt të Donald Trump. Po sepse kështu i vendosin armiqtë amerikanë. Bëjnë ngrata Sali Berishin kur ju duhet, bëjnë ngrata 2 sirianët. Tani i marrin dhe i kthejnë sirianët, i kanë kthyer. Po tani çka vjen keq. Po ndërsimi Amerika mor burr. Ti nuk mund marrësh njerëz mbetër të sistemit të Asadit me parat pista dhe pse tani Amerika thotë që ata janë po zotëri atë bëj një pyetje të thjeshtë. Pse Amerika thotë tani ata janë të mirë, nuk janë transparencë valla. Pse thuan të Katarit, thuan sirian. Kaq. Po zotëri janë sirian. Kaq, po kaq. Janë sirian të menduar prej Asadit. Kanë thënë mos i. Edhe po miliarder. Po tani e di çfarë thotë Amerika për ta. Amerika di çfarë thotë. Amerika thotë ata nuk janë kriminal. Po pra po. E për tani. Edhe për Bin Ladenin kështu thotë më që është luftëtar. Ylli mos krahason Shqipërinë me Amerikën, të lutem tash çfarë po bëni kështu për burr. Po lemo çan këto histori. Po le çfarë thotë Amerika po them. O zotëri. Pse Shqipëria do të thënë Amerika mund thotë që ata nuk janë kriminalë dhe Shqipëria duhet thotë që ata janë kriminalë. Po do të fare Shqipëria me këtë histori. Po çon si ka thotë Edi Rama për ata pastaj kur Amerika vetë thotë ata nuk janë kriminalë. Si po le tash sa Amerika bën politika globale kush jemi ne. Amerika i thot Putinit në mëngjes i thotë je rrezik për sigurinë kombëtare. Pas nesër i thotë alati o më. Kalo i thot Putinit. Ne se bëjmë dot atë pjesë. Po nuk e bëjmë. I thot Putinit kalo te qylymi. I kuq? I kuq. Dhe atë shoferin e autobusit
Venezuelës e ka marrë dhe i bën burg, i bën gjyq në Amerikë. Shoferit autobusit që s'ka fuqi. Ati i shtron qyllym të kuq. Problemi, problemi s'është aske islamik, aske antisemitist, aske izraelit. Problemi është që Shqipëria është bërë lavatrice parave të pista. Kush mo? Shqipëria është lavatrice parave të pista dhe gjitha këto po pastrohen në për betonizimin në për projekte betonizimi. Ka që është. Dhe ty të dalin investitorë strategjik njerëz anonim, sepse nuk ka nevojë. Do t'jenë shqiptarë që të marrin licencat, sepse janë këto siriante, janë këto tjera që kanë para. Do shohë shumë shpejt se si do plasin në... që BE-s nuk i duhet një lider debatues si Rama, si kur po thotë që këtë po e bën BE-a, kështu të ti? Ja, nuk thashëm që e bën BE-a. Duhet BE-s, si tha të kundër. Duhet BE-s. Tha të kundër. Duhet BE-s. Me isë BE ka bërë deklarat kundër Ramës sot. Atere, ja, nuk ka bo, se mediat nërkomtare i kanë në shumë apsirë. Ja, ta ledzoj, Antoni. Mediat nërkomtare. Protestën. Live Reuters ishte protestën. Mediat europiane. I kanë dhe një apsirë shumë të madhe, apo nga që këtu plekset edhe... Do faktor anti-Trump, nëse i marrë me gjë shumë të rëndësishme, për herë të parë, diaspora shqiptare del në protestë dhe bashkohet. Po këte pra e kam pyetjen tjetër. Diaspora ka patur numrat konsiderueshëm Milano, Londër, Zënës i komision. Ja, një këngë shpendi është më shumë se tingull, është shenjë e një natyre që jeton dhe merë frymë. Po pra, që kjo është ajo. Protestës pra? Sa pra? Hajde pra, zoti Hoxha, hajde, s'ka problem, se live jemi. Ka problem apo do rishte kamera, o zoti? Problemi? Po hajde pra. Ata e kanë, edhe mërsi e hajde, mos e të kaloj se njërë gjallë jemi. Lëvizi se kishe problem të rëndësishëm. Se do me thënë kjo, më një telefonat është. Po se nuk ka kuptim. A edhe mërsi e tha që kemi konventat tona që do shkelin nga kjo, edhe ata thanë që duhet jemi me protestën pro rrojtjes habitatit, pra nga një fjali për se cilit, qëfar duhet e fundit? Ore, qëfar duhet bëj Rama në ditët që vijojnë? A donë dhe une, e para, Rama prej kohësh nuk ka filtr. Nuk ka filtr. Cili është filtri? Filtri është ministri që artikulon se cili për pjesën e vetë. Ja, artikuloje sot për pjesën e vetë, si eksperte. Unë menoj që kënë nuk ishte artikulim politik, ishte artikulim teknik. Rama nuk e ka asë një minister, hiq blendi klosin që del në një farë mënyre për të mbrojt diçka, ky e bën mbrojtjen vetëm gjithë kohën, dhe e ekspozon vetën pa fund duke mbrojt qartë. Qa duhet bëj tani që se do ikim se... Duhet kryoj njerëz të cilët nuk e konsumojnë vazhdimisht në një betej publike kryeministrin. Dhe e ka zgjedhur vetë. Ai e ka bërë shkëtir partit. Çfarë është e mira të bëhet se cili sikur të ta bëni ti mo. Ai nuk na dëgjon ne, sigurisht se ai nuk dëgjon njëri. Politika këtu nuk dëgjon njëri, po ne themi ç'mendojmë. E kanë tani ai më mirë se ai nuk e di njëri rrugën për të dalë nga ai protestë. Nga kjo situatë. Sepse ai ka provuar disa protesta, armët kimike, protestas e studentëve dhe këtë. Por, një kryeministër i një vendi demokratik, minimalisht do bënde transparencë të plot për atë që po ndodh. Një. E dyta, mund të kërkonte një referendum lokal ose kombëtar për të marrë një vendimin, jo mendimin e popullit. Të dyja këto janë mundësi që ai të dalë para njerëzve dhe të thotë këto janë rezultatet, ky është vendimi im. As të bëhet heroi i investimit, as të bëhet heroi i Shqipërisë, po të përdor mjete demokratike për të marrë vendimet siç është. Dy fjali. Rama duhet t'i dëgjoj protestuesit sepse janë njerëz e tij. Boll me historitë që unë nuk flas me këta, flas me ata që më kanë votu. Ato që të kanë votu, ne i dim gjithë, domethënë, Zeqinet edhe Sara Milet, kemi fol pafundësisht, sigurisht ai ka legjitimitet politik Rama, po patjetër. Rama ka legjitimitet politik, por gjithë e dim se i ka marrë ato mandate, tash i boll, sepse u bën disa herë, disa mandate që Rama i vjedh, jo të gjitha, po një pjesë me botën e krimit dhe ne jemi këtu pikërisht për Ramës. I keni parë se si u soll dje. Nuk mund të reaguar shumë një kryeminist. Po tha dy fjali tani ti luajt e fenë, por Rama fillove ndeshje futbolli. Nuk e bën herë kështu, nuk e di pse. Ore nuk të kuptoj. Nuk e di pse. Po do ta bëj kohën pra, se do bëj kohën. Jepi. Vajti një orë 45 minuta. Kam Kosovën përpara, kam edhe disa pyetje tjera për krimin me zotrin këtu. Dhe unë tërë natën nuk ri dot këtu, se nuk shikon njeri më, po hajde rim.
Do të marrim debat tani. Jam okej, por nuk në... Ose është vonë. Është vonë, pra? Ose prit, vazhdo. Vazhdo mo. Rofte Edi Rama. Vazhdo mo. Edi Rama është më rregull. Unë dua. Vritni me... Leje të shi sepse i ka gjyt, leje mos macarot të shi. Ka gjyt 3 herë popullit atje njerëz fëmi. E ka gjyt me ujë. Po ky është reagimi, ky është reagimi pra i këtij kriminali. Është kriminal. Ky kryeminist, dhe ky regjim. Në protest di. Po jo më kam dalë edhe pse këtu nuk protestojmë. Po dhe këtu protestojmë. Po dhe këtu protestojmë. Pse duhet me islamikë? Pse ma përmend ti? Pse ma përmend ti islamikët? Sepse ke shërbyer në këtë. Ku ti kam shërbyer? Po sa po folëm sot në për punë. Po çfarë shërbimi? Pra thuaj, çfarë shërbimi? Jo, ke shërbyer në punë si... Po ç'lidhje ka ajo? Po s'ka lidhje ekstremizmi, jo. Nuk ka lidhje ekstremizmi. Po le tash mos bëni më tash me kauzat e Edi Ramës tash. Kot. Jo. Tregon ti mua islamikët me Edi Ramën. E me ta ulan ballën sot në parlament. E dëgjove ta ulan ballën ti. Jo, po nuk... Po s'ka lidhje me islamikët kjo fare. Unë një për njëri etik. Po ç'është? Jo, jemi në debat. Macarove. Jemi në debat. Po jo, pra s'ka kuptim. Jo, po jemi në debat. Unë jam pjesëmarrës në debat. Nuk të thërish njerë. Jo. Po mos macarove, për çfarë duhet me... Për çfarë këto histori islamik, së islamik? Po të thash kam kohë për emisionin. Po mi më mbyllë dhe s'ka për linjët e pjesa e parë, ikte Lubonja po ipte aeroplani. Po mos ma jep më burr fjalën, nuk flas fare, po mos më thuaj ashtu. Kaq. Po ne jemi miq, mos s'ke turp i flet këtu. Po çfarë po? Po jemi miq bashkë. Po lere më tani se është turp. Mos ta duaj. Jo, Ylli, s'muj me kalu veç një sen, të lutem, se e tha një fjalë pranë që unë kam mendu që ka një etikë të jashtëzakonshme dhe këtu jam debat veç për shkak të etikës. Nuk i thuhet kryeministit kriminal. Është e rënd, për asgjë tjetër, unë as një njeri, as ata të cilët na kanë vrarë, nuk kam mujt me as lehtësi me thonë kriminal. Unë e quaj kriminal nëse ti e le onkologjikun pa ilaçe. Jo. Unë e quaj krimte. Jo. Po e quaj krim. Jo, ajo është çështje pastaj etike dhe fjalore. Po kjo është të them dy fjalë të fundit që kam menduar. Gjitha e turme madhe, që është qyteti Tiranës që del atje, dhe kryesisht është shtresa mesme, nuk është vetëm rinia, është shtresa mesme e qytetit që del atje. Ata kanë dalë aty jo për pelikanët, jo për zvërnecin, ata kanë dalë për Edi Ramën. Pra, pak knajësia e Edi Ramës i kanë zirë aty. Tani, problemet që kanë shumë. Tani, nuk mund t'i kërkosh Edi Ramën të mos bëj Edi Ramën. Edi Ramën ditë bëj vetëm Edi Ramën. Pra, ai as do t'i dëgjoj, as do të tërhiqet. Pra, beteja ngelet sa do t'ken fuqi, durim, energji, ata qytetarë që kanë dalë aty, për të qëndruar fort dhe për ta detyrë Edi Rama në kushte paqësore nuk lëviz nga istikami. Ai një vetëm shqelmi në fyt. Nëse nuk i vë shqelmi në fyt, Edi Rama do vetëm kohë dhe do bëj këtë që është duke bërë. Herë në Elbasan, herë në Shkodër, duke identifikuar, duke marrë me gazetarët, duke marrë me ata blogerët, si ta, duke marrë me militantët partjarë, duke marrë me fanatikët fetarë, të gjitha do i përdori. Por, ai një vetëm shqelmi në fyt për mua, nuk një variant tjetër. Pjesa e parë kjo, është në proces i vazhdon, nesër do të vijoj, pas nesër e më radhën, ne do të jemi në studio dhe flasim për këtë problematik, fare shkurt publicitet, rikthehemi te zgjedhjet në Kosovë, një moment mjaft i rëndësishëm, por si do ta shohim një fitore e Albin Kurtit, por një fitore e Pirit. Publicitet fare shkurt rikthehemi.